njeri rëndësishëm shumë Denis Dynjaja që punon në këtë televizion këtu, nuk po vjen dhe po në acaron të gjithve, se njësë rëndësishëm Bushat në kone e Stalinit e këtyre, Lenini vinte më shpejt. Nësa Stalini, ore ku vete ti? Thoj moti apë që lapë. Ore këtu pas kanë rritë gjitho. Ka filluar? Jo, nuk ka rëndësishëm. Po silë së të lapë se të plotë mo që të marrë dhe preqë së lapësin e vetë. Jo thash një njëri shumë rëndësishëm Denis Dynjaja, se ka... Nuk po... Tonë të këtë reagim, së më në pasë e lapë, që kishtit? Po ja më këtë 2 së lapë. Kjo ishte e prishë. Po me më preqin gjithët të vetë. E gjitha këtu, se ka sjela koma. Allah, jo me jo këtë drejt ti, po jo, këtë drejt preqin të Jo më u vime si o lapës me vete. Ky, i merë masat Bushat. Shpetuar ti nga... Ma fude, apo s'ma? Si dhe një si o lapës... Jo dhe se i kam të shkruar. I kam të shkruar virtualisht. Denisit se... Se ti... Më prishe grimin me të qeshra. Tani, kemi 2 të shturat që rëzojnë Edi Ramën. Të parën do të nisim shu Bushat. Se të shtunën është... Do t'jem një lidhje me lapaj nunë, se të shtunë dhe të shtunë tjetër, dëgjova që do të rëzojnë Edi Ramën. Vizeve se ke? Ke? Vizeve ke? Po pas kësaj më presh? Po duro pra. Pse na hoqi vizën Amerika? E kemi këtë. Se thonë që na hoqi vizën. Komplet. Tani, pra të nderuar të shikues tani, u rikthyem. Kemi zotin Prezogaj, zotin Denis Dynjaja, Ergjus Mërtiri dhe zotin Andi Bushati, faleminderit shumë. Do të flasim shqiptar për 2 çështje, qendresën e Adriatik Lapaj te Kryeministria dhe protestat në 2 ditë të shtunaj që do të zhvillohen fillimisht nga zoti Lapaj dhe pastaj Partia Demokratike dhe thuhet që drama tani deri në rrëzimin mund të kanë edhe 3 shtuna, nuk e di tani sa ditë do jenë këto. Do të flasim pastaj, pasi të mbarojmë për këtë, për vendimin e Amerikës. I duket sikur sot u ngritën edhe shumë veta dhe unë bëra fjalë me Bregun pjesën e parë se ai tha se opozita sidomos duket sikur që ekziston për këtë. Unë kisha dhe në lidhje Klevis Balliun, po miku ai duket ka një tjetër, se shumë televizione siç është bërë. Je pak sovjetik ti ka ikë të televizion amerikan. Edhe të vinte ai që të fliste se drama e ka bërë thash si kartel. Pak si si sovjetike. Tani, pra amerikanë. Tani, do të flasim për vendimin e Amerikës për pezulluar vizat e emigrimit dhe në Shqipëri, pra shkurt në 75 vendet, përfshirë Shqipërinë, pra shkurt vendimin e Amerikës për të na hequr vizën. Ne na ka hequr me kohë dhe Amerika dhe shumë vende të tjerë, por ne mendojmë që Amerika vërtetë rreth ne shpresh, siç e ke vënë reti. Tani fillojmë me të parë zoti 2 të shtunat që rrezojnë Edi Ramën, zoti Lapaj, po e kemi? Përshëndetje. Këtu jam, këtu. Aty. Përshëndetje. Kalova dje unë, takova aty e gjitha. Po vjoni që ndroni për balë kryeministrisë, ç'bën tani aty? A ka ndryshuar gjë dhe si sillet policia? Se me ty si ma ashtë për eshtë, të merë dhe plasmasin, të merë dhe këto. Nësa ati vetëm 2 veta e ruani, një vajzë police dhe atë kriminalin që iku, që vriste. Që ndoshta duhet e të tjore të kryesh në një akt dhe të mbajnë vetëm 2 veta aty. Bëj shaka. Si, çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Kjo që thoni ju në fakt është e vërtetë, edhe pse e thoni me shaka, në paraburgimin e Durrësit, siç u pa, u gjykua që një person me rrezikshmëri të lartë kujdesej, ruej nga 2 persona, ndërkohë që mua këtu dhe këta të rinj dhe tjerë që po bëjnë një protest të një modeli krejt qytetar që e ka fokusin të qendresa dhe jo të fuqia e përballjes me molotov apo me bomba, na sjellin çdo natë herë 35, herë 65, herë 105, po asnjë natë nuk na lën pa krushqin, domethënë. Policë masiv për të marrë, vinë këtu për të marrë plasmasin, për të marrë karriget, çdo natë si që i prishet Terezia, lideri suprem. Tani, unë e kuptoj që ky shtet është bërë qesharak në tërsinë e vetë. Po të arrish të dërgosh komisar dhe krye komisar në grad për të sekuestruar 9 metra katror plasmas, kjo është më shumë se qesharake. Kjo është një rënje totale e fasadës se Edi Ramës si njeriu që shitet si artist në Perëndim,
si kontemporan, si njeri i demokracisë, por në fakt në vetë vete është një njeri aq i vogël, sa kur e ndjen presionin real dhe ku nuk i ka të blerë ata që ka përbau, trëmbet dhe shantazhohet nga 9 metra katror plasmas. Po, Kemi pyetje apo? jo, të shtunën në datën, do kam unë dhe 2 dhe pastaj ju pa tjetër. Pra dhe ju jeni pastaj. Të shtunën në datën në 17, ju do të mbani një protest. Pritet që keni thënë që tjetë e Po, konsideruar. në orën 6. Në orën 6. Çfarë pritshmërie keni për pjesëmarrjen, se me thënë drejtën pjesëmarrja e çdo gjë që po bën opozita deri sot është nuk ekziston. Does not exist. Nuk është. S'ka pjesëmarrje. Kjo nuk është e vërtet. Kjo është një gjë jo e mirë. Por çfarë pritshmërie keni për pjesëmarrjen dhe çfarë kërkoni konkretisht? T'ja themi dhe një herë publikut. Ne zoti shpesh unë të Rakipi, thres se je i ftuar im, i shumë i pranuar dhe i konsideruar, dhe ta dim dhe njerë, qarë është kjo tani? Shiko, e para njerë duhet të ndajmë diçka. Këtu jemi përballë një proteste që ka theksin të demaskimi i pushtetit të këtij njeriu dhe mbjellja e reagimit popullor, vrasja e frikës në vetvete. Pra qëndresa përballë ti, duke i thënë çdo ditë që je hajdut dhe drejtonin qeveria hajdutësh, është një mesazh që synon të shkojë në çdo familje shqiptare, në çdo tavolin, në çdo shoqëri, në çdo biznes për të vrarë frikën, sepse fjala e dytë që dëgjonte çdo shqiptar që takon është pasi thotë jam mirë, e dyta thotë kam frikë. Në këtë kuptim, kjo protestë po realizon më së miri qëllimin e vet. E dyta, ju thoni nuk ka numra. E vërteta është që protesta ka nisur nga një individ, mandej ka vazhduar me njerëz tjerë që flën 24 orë përballë godinës këtij zotrisë dhe çdo 2 javë ka pas një protestë e cila po vjen duke u rritur. Kishte 1500 në datë 20, mi 1500 në datë 20 dhjetor, kaloi diku te 3000 në datën 4 janar dhe ne shpresojmë që do të rritet kësaj here ditën e shtunë, sepse ata janë njerëz të lirë. Ki parasysh që në një republik ku çdo qelizë e shoqërisë është dhunuar, është kapur, është korruptuar, të dalin vetë, të dalin të pa intimiduar, të dalin pa lista, mira njerëz nuk është pak dhe janë ata që po përballen si fillim me vrasjen e frikës. Dhe të jeni të bindur ju që kjo farë që po mbyllet e vrasjes frikës do të përkthehet në bim të guximit për të përballur me regjimin më hajdutes të Europës. Ne këtë kemi në dorë të bëjmë dhe po e bëjmë me gjithë fuqinë tonë, sepse në çdo rast po qëndrojmë brenda kritereve dhe kufive të ligjit. Sepse siç unë e besoj fort dhe siç ne të gjithë që jemi këtu e besojmë fort, kjo republik mund të bëhet më e mirë vetëm duke e transformuar atë përmes ligjit dhe shumicës vullnetit popullor. Nuk është zgjidhje djegja, thyerja e meradh, zgjidhja është që ne të bëhemi shumicë në popull dhe duke qenë shumicë ta përballim këtë sistem të hajdutërisë. Bukur, atëre, si mendoni tani, me numrat e pjesëmarrësve të gjithë që do të ketë më shumë, thatë ju. Pa e keni menduar që me që procesi do të vijojë dhe të Partia Demokratike dhe të jetë shtunën tjetër, që mund të bashkojnë dhe me Partinë Demokratike, ata do të bëjnë të shtunën tjetër. Po ju mund të alternoni, se deri tani do me të një... Absolutisht. Si absolutisht? Absolutisht, zoti Rakipi. Si absolutisht është po... Ne këtë të shtunë... Ja pra po të përgjigjem. Këtë të shtunë orën 6 pas dite ne kemi thirrë protestën tonë. Tani, ne kemi bërë një thirrje. Çdo subjekt, çdo organizat, çdo shoqat, çdo qytetar, çdo grup interesi, çdo parti politike do duhet të bashkohet në këtë shesh në një simbol të përbashkët që është flamuri kombëtar, sepse asnjë simbol i veçantë nuk arrin dot të krijojë një majorancë dhe t'i mbledh të gjithë, përveç se simbolit të përbashkët që është flamuri jon kombëtar. Nëse do të mblidheshim nën siglën e Partisë Demokratike, socialistët e zhgënjur nuk do të vinin. Këta që besojnë te kjo që ne po bëjmë nuk do të vinin të gjithë. E me radhë. Nëse unë do të thosha, apo ne do të thoshim, hajdeni ju nën siglën tonë, do të ndodhte e njëjti kompleks
Dhe ajo që ne po propozojmë për javë të tëra është, dhe këtu do të shkohet se nuk ka rrugë tjetër. Ore të kuptoj, është të gjithë o grupimet, zotri, të gjithë grupet e interesit. pyetja ime duhet është- bashkohen në një flamur kombëtar për të Jam përballë i me qartë na e ke thënë një mirë. Tani doktori, zotri, nuk do e vjen themi te aq sa të ty. bindet A gjithë. të pyes a do vesh ti te doktori. Ore, ti kujton tani nuk të doktori Jo, nuk vete nuk as vem ne. dikumbi mor zotri. Nuk shkojmë ne, ja pra po të Nuk po të shkojmë. shpjegoj Te pra, po të shpjegoj. përgjigje do. Ne Se po nuk them të edhe një herë. vjen. Absolutisht mos. Që ai nuk Po le mos të vim ore, mos ardh se ai e di vet. Punet të gjithë ata e din vet. Ne po themi çfarë po bëjmë ne. Qartë, Ne jam- nuk mund të jam- vëmë unë jam shumë i një qartë. gabim total për një gjë që nuk ka zgjidhje. Kaq. pyetje dhe replika nga paneli. Kush ndryr? Në qofë se... Jo, në qofë se ti nuk shkoke doktorit, ti përshëndetje herë, dhe të përgëzoj për atë dhe... Në fakt, Përshëndetje. Berisha duhet ta bënte vetë një gjë të tillë, po nuk e di pse ajo që mbahet parti më e madhe nuk e bën, domethënë, nuk ka forcë ta bëj apo nuk e di çfarë, por gjithsesi, ti nuk shkon tek doktori, po tek partitë e tjera shkon? Domethënë nëse shehaj apo qori apo tjetri organizojnë protesta të tjera. Ore, fikeni atë se të shinin gjë aty që duhet fikur. Sepse ideja është që ti i ke ftuar të Kalojnë makina, okej. Si të fikin makinat njerëzit në rrugë. Okej. Ti ke ftuar të tjerët, mirë po ka një gjë që s'pëlqen në këtë mes, që ju e ftoni njëri tjetrin të bashkëpunojmë, por në fund fare prap nuk ndodh një bashkim i tillë midis jush. Edhe nuk e di, nuk e kuptoj pse nuk, pra cili është hapi konkret që duhet bërë, domethënë, ose ndoshta duhet të shpallësh dhe ti një tryezë me partitë e tjera, jo publike, po thjesht për të bashkërenduar, për të bërë diçka të përbashkët, ose ndoshta mund të jetë e kundëra, kur të bëjnë ata një protestë, shkoj ti, domethënë, pra bashkangjitu ti atyre. Domethënë, si është kjo punë, domethënë, pse ju të rinë bashkë nuk gjeni mundësinë që të bëni bashkë, që të tregoni dhe shqiptarëve që ju tashmë jeni një stat tjetër, keni arritur pjegurim politike për të kuptuar që armiqtë tuaj të përbashkët janë Rama dhe Berisha, është sistemi politik i këtyre 35 viteve. Dhe ky sistem nuk mund të bjerë duke shti secili pushk në oxhakun e vet. Duhet të bashkohen bajraqet në mënyrë që të shtohet numri pushkëve, them, nëse e marrim si simbolik këtë. Pra ku çalon, pse nuk bëhen dot bashkëve? Në fakt, edhe të falenderoj publikisht, ju keni qenë në 2 protestat e kaluara. Po, jam dhe keni mbështetës qenë si qytetar. I të rinjve patjetër, se unë jam si ju kundër sistemit dhe kundër të dyja palëve që ja kanë marrë frymën për 35 vite këtij vendi, domethënë. Absolutisht, ndaj po bëj parantezën. Pra ju keni qenë si një qytetar i lirë. Po. Dhe keni ardhur nën siglën e nevojës që ka vendi për të bashkuar kundër të keqes. Patjetër. Në fshesh, në asnjë rast ju nuk keni gjetur një flamur partije, po keni gjetur flamur kombëtar dhe keni gjetur njerëz që protestojnë për problemet që ka vendi dhe nevojën që ka për të larguar hajdutërinë dhe një mbështetje totale ndaj drejtësisë. Në këtë kuptim, ne e kemi hap këtë ftesë duke mos e kufizuar askënd, ndërkohë të tjerët thonë që duan t'i bëjnë nën siglat e tyre politike. Gjithsesi, prap ne kemi qenë shumë korrekt, kur ka ardhë Partia Mundësia, Zotit Shehaj, te Kryesia e Kuvendit, që ishin me sigla e me flamuj, ne kemi dërguar një përfaqësi, ata ishin rreth 67 veta, si numërova, 80 veta nuk ka rëndësi, 100 nuk e di. Ne dërguam 10 pjesëtar të atyre që ishin këtu, ishim në shesh atë moment rreth 15 veta, dhe 10 prej nesh, Edona Haklaj Emeradh, Ergjys Suana Emeradh, shkuan dhe u bashkangjitën, edhe pse që një protest e një partije tjetër. Pra duhet të them që ne kemi dhënë atë mesazhin ton, dhe këtë që unë them është e vërtetuar kjo, se ka video, ka foto. Ajo që do duhet na bashkoj është nevoja për bashkët, pra ne mund të mos e duam njëri tjetrin në këtë fazë, por nevoja që të gjithë kemi si shoqëri për të përballur me këtë sistem të keq. Eksakt. Pra nevoja që kemi për të bërë bashkë kundër kësaj të keqe të madhe është më e madhe se mospëlqimi që mund të kemi për njëri tjetrin, apo se gara që mund të kemi me njëri tjetrin. Dhe unë ti të them me përgjegjësi të plot, ka një kohë për partinë, ka një kohë për Shqipërinë. Ka një kohë kur duhet mendojmë si do i rrisim partitë secilit vetën, pra secili grupim të vetën. Unë mendoj që kjo kohë duhet kisha ardhur më herët, është vonë tani. Po gjithsesi, pse nuk ndodh, pra kjo është koha që jetojmë tani, është koha për Shqipërinë, që do të thotë
se cili nga ne nuk duhet mendoj partin, dhe kjo është arsyeja pse ne partin, siglën, flamurin e kemi lënë atje të zyrat, të selia, dhe këtu nuk kemi asi logo dhe po u themi të gjithve. Hajdeni se shesh ishti madh dhe se cilin shesh të krijoj grupimin e vet dhe gjithë bashkë të përballur. Më fal, se ajo që mendoj se duhet sqarohet më eksaktësisht është se unë të tilla gjëra gjë edhe tek tjerat. Edhe tjerë kështu thonë, duhet bashkohemi ose përveç Arlindi është ndoshta më i vetë. Nuk i thon. Po të tjerë nuk i thon. Po pak a shumë edhe sheja këtë thotë që duhet bashkohet, duhet jemi gjithë bashkë, gjithë qytetarët. Nuk e thot. Bashkohemi do po jo me lapajnë thotë. Të vi jo te Bashkohemi jo me Berishën, jo me lapajnë. Të vi në shesh. Po se me kë nuk e di më. Nuk ka nevojë të bashkohet me mua. Dhe njerë. Ore, ke folur në një telefon me këta Nuk ka nevojë të bashkohet me mua. Pse si merr njëri në telefon, ti thë hajde ta ndajmë, pim një kafe të tre dhe ta ndajmë të punë. Me thënë të drejtën, i kam dërguar sekretarin e përgjithshëm Ka vëzë sekretare. Rreth 4 ditë më Pse më ka që parë. vështirë flisin Ja vetë kam ju? dërguar zotit Kapri. Ore, të flisin vetë me një tjetër. Nuk kam kontakt për arsye se ju e dini. Po nuk është e rëndësishme që të bashkëpunojmë ne të dy, se nuk kemi qendrë botës. Është e rëndësishme jo ne të dy mod, të gjithë mod. Çdo këtu duhet vi, jo për mua. Shiko, jo për mua, problemi jo për ne. nuk është tek ju, po domethënë njerëzit që vinë është tjetër gjë kur ju shohin që ju, pra gjithë ata që janë antisistem janë bashkë. Pa krijon më shumë besueshmëri, se siç ti ke thënë fillim që unë nuk do bëhem deputet, nëse nuk dalim me një fjalë, ose Arlind Qorri që thotë do bëhemi dyti. Në fund fare, kush është problemi nëse valla nuk jam këtu për vete, më jam për të rrëzuar Ramën. Dhe nëse do rrëzoj Ramën, nuk ka rëndësi me kë rrëzoj. Të llogarit tani më vjen keq, po më kërkon llogari për një gjë që unë jam dakord me ty. Çfarë të them tani? Okej. Nuk i marr dot me detyrim Ergys, se po i mora me detyrim. Denis, Qyhet pengmarrje vlla, edhe pastaj do dilni dhe do thoni që i mori peng. Kemi gjë. Adriatik mirë mbrëma, Denis Yrnjaja jam. Të përshëndes. Denis si e? Mirë, faleminderit. Më mirë se sa ju në trotuar, natyrisht, se ne këtu nuk jemi në ftohtë, kështu që praktikisht jemi okay. Tani, kur po dëgjoja që po flisje, po mendoja në fakt me vete, mos njerëzit ju paragjykojnë, se e kam dëgjuar këtë dhe besoj që edhe ju. Si një ripërsëritje i Erion Veliajt, duhet kujtojmë tu që mjafti i Erion Veliajt ishte një problem shumë i bezdisës për qeverinë e Fatos Nanos, por kishte reakcion publik, pra krijoi Mjafta gënë kishk. Mjafti. Fillimisht, pastaj u bë lëvizja mjafti. Pra, duke u konsumuar çështja e vërtetësisë dhe besueshmërisë në kohë dhe duke u tradhtuar të dy këto element, pra si besueshmëria, si vërtetësia, juve po merrni në fakt koston reale tani të asaj që ka ndodhur përpara me disa faktorë tjerë. Dhe mos kjo ju ka futur një rreth vicioz që në fakt juve mund bëni çfarë do lloj gjëje tani, po nuk prodhoni dot efekt publik ose efekt politik. Përshëndetje ata çunat që i bin Boris, si jemi dhe live. Boris tani që kemi. Kështu që në këtë kuptim doja të thoja mos duhet ndryshoni diçka nga pikpamja e strategjisë, se ata kanë qenë më agresiv, pra mjafti përballë Fatos Nanos ishte shumë agresiv. Edhe kjo bënte përshtypjet e njerëzit, sepse mendoi që përfaqësoni interesat e njerëzve, ndaj edhe Erion Veliaj bëri një lloj ndryshimi në kuptimin e asaj që qase e para, po t'i bëj të dyja pyetjet njëra pas tjetrës. Ose përgjigjemi me radhë, si duash, si ta kesh. E para, të përgjigjem për të parën. Shiko, unë kam 15 vite si Adriatik në jetën publike, nga të cilat 13 vjetë si aktivist dhe 2 vitet e fundit si angazhuar në një parti politike si një nga themelusit e partisë politike. Duhet keni parasysh diçka. Në zgjedhjet e fundit u provua që ne në 8 muaj si parti politike arritëm dilim forca e tretë politike. Forca me sulmuar nga gjithë sistemi, nga Partia Demokratike, nga Partia Socialiste, nga gjithë partit e reja dhe nga gjithë analistët që i shërbejnë Edi Ramës dhe sistemit që ai ka në fuqi. Morëm 80.000 vota, nga të cilat 64.000 të vlefshme, 16.000 kanë dalë pa vlefshme. Jemi renditur forca e parë politike sa i takon votave të pavlefshme. Nëse Partia Socialiste do të kishte marrë të njëjtën përqindje në raport votash të pavlefshme me numrin e votuesve të saj, duhet kish marrë 140.000 vota të pavlefshme. Kaq i madh ka qenë numri votave të pavlefshme që na llogaritur ne. Pasi mbaroi dhe kjo,
morëm një mandat të cilën me regjizore Edi Ramën, si që dhe u vërtetua për atë që bëri me avokatin e popujt, na vendosën ne në kënd, duke na joshur si fiuim, duke ofruar Bera beshim pyetje pa tjetër është liqerisje, po politikanë dhe pasi përgjigjen ne ndryshe nuk- aty se diti këtë po. Do vi aty. Dale, dhe do vi atje. Po jo, po nuk do Dhe vi pasi- gjatë se jemi dhe pasi, na ka hequr dhe vizë në Amerika se Po nuk do dale ta kemi pra. shumë gjatë. po dale pra, ç'kemi më bëvë? dale Po, ta po, mbaroj. kemi qetësi. Dhe pasi ne nuk pranuam, sot jemi përballë, ndërkohë që mund ishim brenda atyre zyrave në krata ati. Dëshmim më të mëdha se kaq rezistence, përballje, se sa ti themi jo pushtetit që ata ofruan, të marrim baltën e gjithë asaj që ata bën, të durojmë dhe pastaj të përballemi në shesh, duke ekspozuar qënërinë e zgjedhjes së avokatit popujt. Unë nuk di çfarë mund të bëjmë më, se me mjetet demokratike ne mund të funksionojmë, ne nuk mund të funksionojmë në mënyrë të një force paramilitare që të kryejmë veprime përtej ligjit. Kështu që në këtë drejtim nuk ka asnjë paralele mes asaj që thatë dhe kësaj që po them. Oke, tani nëse s'do ju vinte policia, a nuk do ishte më keq sepse do ishit të lënë më një anë pa vëmendje të defaktorizuar nga një pikpamje. Unë them që në një farë mënyre ardhja e policisë ju krijon një lloj lajmi, ju ndihmon. Kështu që në këtë kontekst e di që është Në fakt, e vështirë përballja kur e shikon në realitet, po në fakt në prapavi krijon një efekt sepse kjo do të thotë që ka një lloj përballje, një lloj reaksioni. Ndryshe pastaj do ishit izoluar, askush do merrte vesh çfarë ndodh me ju. Pra taktikisht mos po veproni fakt, gabim ne- duke e marrë si të kundërt atë që është pro. Ju shërben në fakt. Jo, në fakt, le të themi disa statistika. Nuk ka në të gjithë tranzicionin shqiptar as një aktivist dhe as një kryetar partie politike që në 2 javë të procedohet 3 herë penalisht. Janë proceduar 3 herë penalisht në 2 javë. Në 2 vjetet e fundit, të gjitha kallëzimet penale të marra së bashku të bërë për protesta në këtë vend nuk e kalojnë numrin e procedimeve që na janë bërë ne vetëm në 4 javë. Janë 13 procedime brenda një dite dhe 6 herën e parë 19 procedime, nga të cilat 4 arrestime. Të 4 arrestimet kanë dalë të paligjshme si asnjëherë më parë në gjykatën e shkallës parë Tiranë, ku të gjitha arrestimet kanë dalë të paligjshme. Ju do thoni atë që thatë lidhje me ndikimin që ka ndryrja e policisë. Pra ata po ju faktorizojnë në fakt, po gabojnë duke ju faktorizuar. Kjo është logjika që po them. Në fakt, nëse policia nuk do kishte ndërhyrë dhe ne do arrinim të shtonim numrin e çadrave, të jesh i bindur ti që këtu sot numri atyre që do rrinin në shesh do të ishte mbi 100 që do flinin 24 orë, sepse ditën që ata kanë ndërhyrë, ne kemi qenë 34 njerëz që flinin natë për natë në këtë shesh. Sigurisht në kushet atmosferike, ku ne jemi qellë të hapur, numri sot ka rënë diku te 10-12 dhe ata ndalën rritjen, hapjen e infeksionit, si me thënë, në sheshin përballë kryeministrisë. Në këtë drejtim ata kanë ndërhyrë në kushet e të qenit të detyruar për të mos lejuar për hapjen. Dhe unë nuk e shoh këtë si një favor, por përkundrazi e shoh si një shqip paniku të Edi Ramës përballë faktit që nuk është në pazar me ata që ka përballë. Sepse kur ai ishte në pazar, ri rehat edhe vazhdon agjendën e vet. Ai ishte në panik total sepse e di që çdo zjarr nizet nga një shkëndi. Dhe ai e di që kjo që po ndodh këtu është një gjë e cila mund ta ndez zjarrin dhe flakën në këtë vend përballë regjimit të tij. Zoti Bushati, që kupton ti nga kjo tani? Unë kuptova një gjë që fakt më bën përshtypje dhe e ka përcen atë që po bën sot Adriatiku edhe gjendjen momentale. Pra, Adriatiku tha aty nga fillimi bisedës që ne jemi këtu, tha, se shpresojmë t'i nxjerrim frikën njerëzve. Boll kjo fjalë për të shpjeguar gjithçka. Do me thënë, ne sot mund të diskutojmë që pse zbashkohet Adriatiku me Agron Shejën apo me Berishën, mund të diskutojmë a është i besueshëm Adriatiku që si shkojnë njerëz apo jo, po mbi të gjitha këto ka një gjë tjetër, që ne nuk jetojmë në një sistem të lirë. Pra, nuk është puna kush është i besueshëm dhe kush jo, por pse njerëzit janë të friksuar, pse njerëzit kërcënohen me
punën, me punësimin e fëmijëve, me bonusin e bebes, me kempin për sakatët e tjerë. Këto vënde ku ndodhin? Vëndi më tolerant ku ndodhin është Serbia që kemi përballë, ata e thyen pak frikën, po pastaj në diktaturat fare të hapura. Kështu që të bësh debat duke numëruar njerëzit që kenë rrugë. Në një diktaturë është pak debat qesharak më duket mua. Preq, si e mendon dhe ti? Diçka do të mendosh dhe ti? Falenderoj, mund të ndëry? E falenderoj zotin Bushati, e ka vënë kishin në plag. Është eksaktësisht panorama që përshkoj zoti Bushati është Shqipëria e sotme. Do me dhe njerëz që trëmen më çojnë tatimet se kam biznesin, më heqin fëmijën nga puna apo gruan e djalit nga puna, më heqin në kempin se kam kemp, më nxjerrin nga ndihma ekonomike, pra një frikë dhe një loj Big Brotheri i madh, ku shoqëria ndihet e gjitha e frustruar dhe ndihet në një mënyrë ose në një tjetër nën presion. Kështu që ajo që tha zoti Bushati është panorama më e qartë e shoqërisë ku jetojmë. Pik. Zoti Zogaj, si e mendon tani? Çka duhet mendosh dhe ti për këtë gjë? Me detyrim. Adriatiku po mban gjallë një kauzë, një kërkesë që në fakt për ligjit, në kontekstin Si kauzë për ligjet. për ligjin kontekstin e korupcionit masiv që po hetohet. Nuk është më një korupcion që denoncohet në për tribunën, në për foltore, nuk është retorik. Dhe po hetohet penalisht dhe hetimi penal sigurisht që përfaqëson një shkallë shumë më të lartë dhe më precize të korupcionit. Do kishim dashur të dinim se cili është vizioni në fakt që ka edhe Adriatiku, po edhe partitë tjera pas kësaj, kërkojnë zhdimin e qeverisë, qeveri teknike, por kjo duhet të ilustrohet, duhet zhvillohet si temë, që se do t'i bësh njerëzit për vete, njerëzit nuk shkojnë mas beri e hajt, se këtu ka shumë që lëshojnë thirrje dhe apele. Njerëzit shkojnë për të protestuar në funksion të një qëllimi. Qëllimi është çfarë? Qeveria teknike. Si është qeveria? Si do jetë? Si do jetë qeveria teknike? Me teknikë? Po duhet të... Shiko, është vetëm një fjalë goje, duhet, sepse nuk mund të shkojnë njerëzit drejt një opsioni që është vag, është i mirgull, sepse njerëzit nuk mund të zgjedhin edhe kaos. E bëra si në shakakte, po qeveri teknike do thotë që ti të detyrosh... Një minutë, sekond vetëm një sekond. Të detyrosh tjetrin ta bëj këtë qeveri teknike. Tjetri nuk e detyron dot se ka 83 mandate. Një minutë. Atëre si e detyron nxjerr njerëzit. Atëre si nxjerr njerëzit nuk i nxjerr dot. Pra këtu po vi. Tani të flasim, po të ja futim me nderes, hajde të flasim jo ti. Protesta, kërkesa... Zoti Rakipi, Dhe kjo është shkëtirë të artarëve tani, pret armikun aty. Kërkesa ka karakter politik, është nuk është, sepse një protest, Adriatiku në fakt po themelon një lloj protesti që zgjat në kohë, që nuk është e zakonshme. Protestat që... Si zgjat gjithmonë? Si zgjat gjithmonë, thoti? Jo, po zgjat në kohë, thashëm. Po protestat që zgjasin në kohë, zakonisht janë protesta... Gjatë, nuk po e bën me... Gjatë, he. Është e gjatë, zgjat shumë. E zgjatur shumë, do me thëmë. Ka një kërkesë... Protesta me orar, me hamburger nuk ka. Protestat që kanë një kërkesë konkrete. Marare ka doktori? Me hamburger. Doktori e ka mitinga, nuk bëhet nuk... Protestat që kanë një kërkesë konkrete për një kërkesë të një grupi shoqëror, ato sigurisht që zgjasin e mund të kërkojnë dhe sakrifica. Tu jemi përballa një kërkese që është politike. Kjo si kërkesë politike që udhëhiqet nga lider politik. Kjo është specifika. Ka shumë lider politik. Partia më e madhe e opozitës është Partia Demokratike dhe ajo s'mbledh shumë njerëz. Megjithëse është Pra partia. e them këtë. Si bete një të Pasanikët nuk Si protestojnë. bëhet, dhe më thënë, këtu nuk duan të ashojnë drejt në sy, mund të vazhdojnë me retorikë sa duan, dhe më thënë, sepse njerëzve nuk u kërkohet llogari. Pasunorët nuk protestojnë do të thotë Denisi. Kush? Për dënë të kamurit. Po jo më këto janë, shiko, populli në qytetar shqiptar, populli shqiptar është një popull që ka, nuk është një ngjyrë, ka të kamur, ka Të varfër, po. mesme, ka shtresë e varfër, ka nga gjithë, ka të Këta të pëdës janë të kamur. Ka të kamur që janë për demokracinë, për ndryshimin, për kundër oligarkeve, kundër pandëshkueshmërisë.
bile ata janë edhe më ka të kamur që janë mendin dritur, ka shtrese mesme që janë mendin dritur. Dakord me të gjitha këto. Teorikisht, po. Ajo që s'pëlqen mua në gjitha këto që dëgjojmë lart e poshtë është që t'i vihet gishtit njerëzve. Njerëzit nuk mund t'ju kërkohet, nuk mund të akuzohen njerëzit. Njerëzit dalin. Unë kam këtë bindje që njerëzit nuk janë të friksuar, që thotë. Nuk janë të friksuar. Nuk janë. Unë e shikoj në Janë të lirë. Jo, njerëzit nuk janë të friksuar, edhe janë të lirë përballë ndërgjegjes tyre. Dhe janë gatshëm edhe për të sakrifikuar, për të arritur një gjë që e mendojnë se është zgjidhja më e mirë. Këto teoritë e friksimit janë alibi për mendimin tim. Njerëzit kanë shqiptarët janë mesatarën e tyre njerëz shumë të zgjuar, e dinë se si votojnë. Unë mendoj që nuk kanë gabuar asë në votim, për nuk gabojnë asë në reagim. Pra duhet gjetë mënyra, për mendimin tim, që njerëzit të motivohen. Duhet që të pëlqesh tek një shumicë e madhe njerëzish, për një kërkesë politike, si që është kërkesa për qeveri teknike e për ligjur, si që thash, edhe pak më përpara, sigurisht që kërkon pjesëmarrje shumë të madhe që të perceptohet se shkon shumë përtej kuadrateve partijake, sepse këto janë proteste që po i drejtojnë liderit partijak, të duan s'duan, këto që ndrojnë brenda sigles, e hiqe flamurin sa duash të dihet që je kryetari i partisë X dhe i thret si partia X. Pra, unë mendoj se sfida është pjesëmarrja. Në një vend ku parlamenti ka mazhorancë ka shumë deputet, vetëm pjesëmarrja e zgjidh. Për te pjesëmarrjes, zoti Ylli, ndjesë, prese... duke pas parasysh gamën e marrëdhënieve dhe ndërvarësive që ka Shqipëria ndaj faktorit ndërkombëtar, pra nuk jemi një vend sovranist, as realist, as në retorik si jemi një vend që kemi delegu sovranitet në NATO, kemi delegu sovranitet në Bashkimin Evropian. Deri këtu e the presh, pra nuk është frikë Zoti Zogaj nuk është dakord me Bushatin dhe me ty për këtë punë. Kjo ja vlen ta diskutosh po me fakte, jo me impresion. Ja vlen... Unë besoj, thot se s'janë të friksuar. Po besoj, sepse ashtu ka ndodhur. Ka pas ngjarje më të rënda se kjo nuk... Ku ka ngjarje më të rënda se... Pra ta mbaroj këtë. Për shkak ndërvarësive që ka Shqipëria, faktorin ndërkombëtar mund të jetë këtu një vendimtar për të shkuar drejt një qeverie tjetër, teknike, qeveri tjetër. Dhe me thënë, mendimi im është se qeveria Rama nuk mban. Nuk mban, edhe si kur vetë Rama të mos jeti përfshirë me numrin e skandaleve të korupcionit, me rastet e korupcionit që po hetohen, është shumë e vështirë. Prece tani të ndalojmë. Por... Le këta ndërkombëtar dhe këta nuk kanë ndërkombëtar më për Shqipërinë. Pjesë ndërmuese i ka e drama në sjetull. Ja një minutë. I ka e drama, po ja një minutë. E puthin, dele e drama jashtë. Nuk e puthin vetëm botën arabike, e puthin në Evropë pjesa dërmuese. A i tjetri, për të cilin do diskutojmë në tani që na hoqi dhe vizën, nuk është fare me ne, nuk ka lidhje. Ti e di, për ty është. Për mua s'është. Tani njerëzit nuk vejnë aty o zotri dhe nuk ndodh. A i ka dalë më punë e vetet gjitha, doktori del tani të shtunën tjetër, kur do vija i, do tjetë dhe të të faltore. Tani se ti tani po e filozofon pak të problem. Si do të bëhet, si bëhet kjo punë tani? Nuk ndodh gjë. Ore, po nuk dolin 150.000, 200.000 njerëz nuk ndodh gjë. Në qoftë se flet SBA-ja dhe Bashkimi Evropian kundër qeverisë shqiptare nuk qëndron dot. Do shkurt tani. Si e nënveson faktorin ndërkombëtar. Unë nuk nënvesoj gjë, po faktorit nuk i plas fare faktorit për ne. Jo. Po them faktorit nuk i plas më. Jo, se ke shumë gabim. Mirë, falë, dakor. Rrite faktori, vlla. Jo sot, ti ke problem. Rrite shkretire tartarve. Terdino Buxhadi, aty pret. Ylli, bëjmë politikë. Në qoftë se Rama i kundërvihet
drejtësisë, Zëmëruar atë që shumë ka ndorë vetë, Zëmëruar e shumë votat dritë e se merë tij, dhe Selami e një sheri. dhe do humbas mbështetjen e Bashkimit Evropian, a jetojmë këtu apo s'jetojmë? Ishte të bëm protesta këtu. Apo dëgjon apo? Po jo presh tani jem okej, me gjitha këto i thua ti, unë me ty jam në këtë histori. Po jo, Po themi të njëjtin gjë, po ti po e stërgjat tani. po pse tim ndërhyjnë, prandaj po për Jo, po të ndërhyra për popullatën që edhe të bëhet me interese, na e merë popullatën në emisioni tjetër. Ti mendon se faktori ndërkombëtar s'ka peshë Shqipëri. E ke gabim. Je moderator, nuk takon mua që të replikoj ty, por sa kohë që bën. Por e shumë mirë bën që më replikon. Po. Nuk i plas fare faktori ndërkombëtar për ne. Jemi si jemi gjallë. E ke shumë gabim. Ua? Shiko, ideja është kjo që të dalim, se shkojmë larg nga tema, po është dhe një gjë, unë besoj që nuk kam për të rrëzuar dot Tarama, as Adriatiku nuk rrëzon dot, as Berisha se rrëzon dot. Se rrëzon dot. Por problemi është që prap veprimi i tyre është për të lavdruar, sepse kjo s'do thotë që të mos protestohet këtu, sepse nuk mundet që çdo betejë ne ta masim me përfundimin. Do thënë, o të rrëzojmë Ramën ose nuk vlem Po, betejë. mund të vazhdoj kjo, edukohet populli. Kjo një, e dyta. E tha Adriatiku që jemi dhe për ta diskutuar. Adriatiki ta përfundojmë këtë. Dhe unë besoj që duhet të çlirohemi nga kjo njëra, dhe Tiku duhet të çlirohet, se nuk është E mo Tiku është liruar, po që se do ta vuaj biologjikisht do iki. Po unë kam një gjë them unë që duhet ta diskutoj me Tikun, nëse më lejonin. Diskutoj edhe këtë dhe të ikim. Fundit, nëse Çiko, Tiku unë Para se të filloj Ergysi, mund të them diçka në raport me çu tha. po. Atere, shkoj, dëgjova zotin Zoga edhe mendimin e ti, unë përgjithsisht e vlerësoj shumë me thënë drejtën, edhe mundohem të mësoj prej ti, por ka një gjë, do me thënë si e shoh unë të paktën. Dy rrugë janë, pra në kushet kur është tashmë publikisht e vërtetuar nga organet e hetimit, jo nga unë, që këtu ka pasur procedura të një vjedhje masive dhe ku moralisht qeveria nuk qëndron më. Pra mund i ketë 83 mandate mu. Jam dakord me këtë. Ato 83 mandate nga qasti kur vërtetohet që nuk qëndrojnë më moralisht, nuk e kanë më fuqin që kishin më. Se nuk do të thotë se more 83 mandate dhe dorish 4 vjetë të vjedhësh. Po u kape duke vjedhë, ato s'kanë më fuqi. Mund i keshti, po s'kanë fuqi. Në këtu kuptim, ato duen riprovuar, i ke apo si kenë me mjetet demokratike. Tani, analiza që unë bëjë shumë e thjesht. Unë them, dy rruga, ose në këtë që po ndodh, që publikisht dihet që jemi vjedhur, shqiptarët masivisht që kanë të korruptuar dhe janë dakord që të vidhen, se thonë vjedhin këta po vjedhim dhe ne, ose në të kundërt janë të trëmbur dhe nuk duan dhe nuk guxojnë dot kundër atyre që i vjedhin. Se s'mund jenë neutral në një situatë kur vidhen, se pastaj do kishim një anomalit popullit tonë. Çdo popull normal, një qeveri që kapet të flagrans duke vjedhur në këtë mënyrë, e rrëzon. Dhe ne sot nuk mund të lutem. Dhe këtu nuk është çështja del apo jo Adriatiku, e Dona, Dorina, e Merab. Këtu çështja është në një vend normal, ku nuk ka frikë, në një vend normal që vidhet dhe vërtetohet vjedhja, populli del dhe derdhet në rrugë, pa pas nevojë ta udhëheq. As Adriatiku, as Sali Berisha, as ndonjë tjetër. Po presë nuk na lë pronari, do na marr, do na mbyllë misionin o zotri. Po e vazhduam gjatë se ka limite. Ja, që ta Na nuk na lë ndërmjet. Se kish diçka për. Jo, një kështu fundit. Çiko, unë Juve dhe partitë e tjera të reja ju vlerësoj për një gjë sepse keni dalë që në fillim si politika antisistem, që do të thotë kundër partive të mëdha dhe kundër dy liderëve të mëdha që për mua e kanë kapur këtë vend për 35 vitesh dhe bëjnë atë lojën me njëri tjetrin, bëjnë kolovajset këtu dhe gjithë gjërat i ndajnë bashkë me njëri tjetrin. Ndërkohë, një gjë që s'më pëlqen tek paktën tek retorika juaj, se unë e di që qëndrimi nuk është kështu, është fakti që ju i bëni thirrje të gjithëve pa dallim flamuish që të vinë tek ju. Për shembull, tu sipas asaj që kam kuptuar unë nga kjo, tek ju mund të vitë protestoj dhe Sali Berisha. A nuk duket se kompromenton kjo protestë në momenti që një person i cili është pjesë të keqes, është pjesë këtyre 35 viteve që e kanë groposur këtë vend, a ka vend ai që të protestojë me ju? Shesh o, sa të kishin vinë shesh fletit tani? Po jo, ai nuk është, ai mund të jetë gjysmë i keq, po problemi është që fajtor për këto 35 vite dhe këta ngrihen kundër këtij establishmenti, ai është pjesë e establishmentit, mendojnë. Domethënë, edhe nga ana tjetër, kjo mund të sjellë pak kënaqësi tek një pjesë. Po i thua rimë vete. Po të rrimë të rinj dua unë.
Mos bashkohet me të vjetrit. Kjo është... Berisha s'është e Zoti, vajtë Po i thua, Zoti Mërtiri, mirë je aty, po i thua ti, unë... Jo, e di pse themo, Berisha Ne s'mbledh nuk do të vetë jemi ato as burr. pronar- Tani këta që janë pak Zoti kënaqur me Mërtiri. Berishën, pse Zoti do të vinë Mërtiri. sheshta? Po. Ore, këtu janë të gjitha Zoti Mërtiri, përveç kësaj pjesëmarrjes. ne nuk Ka jemi... pjesëmarrje. Shkojnë pëtë që shkojnë. O Zoti Rakipi, po, na e pak mundësi se jam largë... Tani ti e ke për ta mbyllur, zotri. Fol urgjent. Për ta mbyllur, po. Po. Ne, i nderuar Zoti Mërtiri, nuk jemi as pronar të sheshit, as pronar të kauzave, as pronar të Republikës. Ajo që dim ne të themi është që duam apo s'duam ne, do apo s'do Adriatiku, në këtë vend rezulton që 500.000 qytetar kanë votuar Partinë Demokratike. Po këta si janë Dhe njerëz të kryetari e Berishës, Partisë Adriatik. Demokratike nuk e zgjedhun. Po jo, shiko, më Të fal. lutem pra, më lër ta mbaroj. Po më dakord, po nuk janë, shiko, më fal, një ndërhyrje, nuk Ajo dua që po nuk them- dua të pengoj. 500.000 veta nuk janë njerëz që i besojnë Berishës, se në fund fare as 5.000 nuk nxjerr atje në shesh kur bën ato pa tjetër. thritjet e mëdha. Pa Pra, tjetër. ata kanë votuar Berishën se Pa nuk duan tjetër. Ramën, po jo se janë njerëz që vinë, biles, unë jam i Pa bindur tjetër. që shumica tyre nuk do vinin as tek ju, po t'jetë Berisha aty. Pra nuk shkojnë pas Berishës. E kanë votuar nga tjetër. halli. Pa tjetër. Pa tjetër. Ajo që po mundohem të them është kjo. Institucionalisht ne nuk kemi një bashkëpunim të tillë me askën. Në aspektin e protestës që po ndodh dhe nevojës që ka vendi po e ritheksoj. Në një hajdutëri të tillë të dokumentuar nga prokuroria, rrugët e këtij vendi duhet të përmbyten nga qytetarët pa pas nevojë për lider politik, po vetiu nuk ka rëndësi kush vjen nesër, ka rëndësi që këta që janë duhet ikin. Dhe e fundit për ta mbyllur, për zotin Zogaj, ne e kemi elaboruar idenë tonë politike. Ideja është shumë e thjeshtë. Nuk flasim për qeverit teknike, jo. Nuk është çështja të vi këtu të vërë ca ministra Saliu, ca Edit vëmendon një ne dhe u zgjidh kjo punë, jo. Ne këtu jemi duke propozuar një qeveri tranzitore, me afat 12 mujor, pra një mandat 12 mujor, të përcaktuar qartë detyrat e saj që do t'jenë 1, 2, 3 reforma për zgjedhjet, pra kodin zgjedhor, dhe e dyta, për mbajtjen e zgjedhjeve të para të lira, demokratike dhe të ndershme. Nga kush përbëhet kjo qeveri, se s'keni thënë më të rëndësishme. Që është kjo ndërpartiake. Tani Po pra po është thoni qeveri, është qeveri me bazë gjërë, me bazë parlamentare, se nuk ka sens politik. Po e shpjegoj. Okej. Po e shpjegoj. Po jo ka sens politik dhe mund t'jap dhe modele. Po e shpjegoj. Në Bushat Selamini shi. Jo. Këta s'din që është qeveri teknike dhe si formohet. Po mirë më, dakord, po të lutem tani. Tani e ke vetëm ti qeveria fjallën zotri se transitore po me vazhdoj mandat- prap këtu, mua më oqi fillin më mbyll programin. Po e Se mbarova. më merë pra. kohën, aji. E mbarova. Si më Qeveria tranzitore me mandat 12 mujor e përbër nga intelektual më të mirë brenda dhe jashtë vendit për të përgatit zgjedhjet e para të lira demokratike në vend do të ketë këto detyra siç ne e propozojmë. 1. Që të mos ketë më ministrin e brendshëm Edi Rama apo ndonjë tjetër që ta lejoj krimin aty poshtë që të bret në territor dhe të bëj vota për Edi Ramën. 2. Që të mos e ketë më ministrin e financave Edi Rama që të falë gjoba lart e dha, i poshtë luli, 150 kësoj, milion dha. euro 3 ditë para zgjedhjeve. Këto ministri? Jo, të lutem. 3. Që të mos i ketë më drejtorat e përgjithshëm Edi Rama, që t'jap legalizime, t'jap le ndërtimi, të çojë tatimet atje, të fal gjobat e tatimeve, të kërcënojë njerëzit, e me radhë. Dhe 4, të mos e drejtojmë shtetin, partia në pushtet që të detyrojë administratën në rresh për një të votoj apo të bëj nga 5 emra në diaspor. Nëse ne duam ta demokratizojmë të vend dhe ta ndajmë dhe të japim fund tranzicionit shqiptar, duhet më në fund të bëjmë një palë zgjedhje të lira, demokratike dhe të ndershme. Adriatik, ne do të presim pas nesër, çfarë do t'jetë, a do t'jetë ndryshe? Të shtunën në orën 6 pasdite, merrni fëmijët, merrni bashkëshortin, bashkëshorten, të afërmit, në shesh, jo për Adriatikun, për veten tuaj, fermerët për përmbytjet që s'janë të shpërblyer, ju që nuk keni marrë shtëpitë e tërmetit akoma, për shtëpitë që s'keni marrë, ju që bezdiseni nga tatimet, për tatimorët që u bezdisin, ju që janë prish lokalet të Tiranë pa leje, për lokalet që janë prish pa drejtësisë, ju që jeni të rinj dhe nuk gjeni një vend pune apo nuk bleni dot një apartament, për ato që nuk realizoni dot dhe detyroni t'ikni nga vendi juaj, ju që jeni pensionist dhe nuk merrni pensionin dhe hakun tuaj, për faktin që po kaloni fundin e jetës në mënyrë të padrejtë dhe nuk paguani sa duan, dhe ju
që jeni qytetar të lirë, po ku do shkoni në këta administrat, përbaheni me korrupsionin, masivisht këtu në kratë drejtësisë, përbahë atyre që na kanë vjedhur. Falenderoj shumë. Falenderoj që ishe në këtë lidhje me ne. Faleminderit për hapësirën. Tani këtu nuk është përmend edhe Pllumb Pilinçi, se thanë shtator, apo e kishte për shtatorin që vjen. Rëzimin e qeverisë të dhe? Tani rëzimin e... Ai thari, shojmë tani se rini veshur, kone vetë ajo... rini veshur, rëzimi procesës... Edhe ti do arrestohesh, se tani u kujtohëm. Tha dhe për mua, po ri veshur, tha. Dhe ky ambushat e riveshur apo? Dhe prej zogaj nuk e bëri arrestim fare këti? Jo, po syn preqit e... Në rregull me. Se do ta fuzis e preqin te kategoria jote për arrestim. Atere, pse na e hoqi vizën Amerika? Rëndesh dhe kjo situatë. SBA ka vendosur të pezullojë vizat e emigrimit për 75 vende, mes të cilave dhe Shqipëria dhe Kosova. Bëhet fjalë për vizat e punës, bashkimit familjar dhe viza që çojnë drejt qëndrimit përreshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jo viza turistike. Ato i kemi, mund t'i marrim, nuk e dim edhe ato, se mund thonë edhe pse do vesh. Po, ato quhen me ligj lejohen. Tani kjo ne preç po të kujtohet ty, ne Stambollin dhe Turqinë dhe Amerikën kishim me migrantët tanë, që në kohën e zogut kujtohet e të gjithë që iknin. Ku iku në Amerikë, ç'bën, ku është tani, ku jeton tani në Amerikë, ku është në Turqi, në Stamboll. Dhe mbau në mos ki frikë se ke djem në Amerikë është. Dhe se ke djem në Amerikë të gjitha. Do me thënë edhe këngë shumë të shkruara, ti e di më mirë se unë këtë punë. Këngë të kurbetit janë batë... Këngë të kurbetit e që këndojnë të gjitha, po Shqipëria gjeti zgjidhje në Amerikë. Si erdhi ky tani dhe na i hoqin e këtë. Na hoqi vizën. Gradualisht... Na bëri non grada të gjithë. Na bëri... Se doktori quhet non grada si me letra, ma po ai të gjithë po na bën. Të gjithë non grada po na kthen ai. Si e mendon ti tani se unë eksenisë të nisin këtë punë, po... Por e mirë që e sqarove... Ai po na bën non grada të gjithë, Donald Trumpi. Si e mendon ti tani? Sigurisht që është një vendim që le shije të keqe, për ne spaku, për pjesën tonë. Por është një vendim që lidhet me një raport që u botua para pak ditësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raport ku pasqyrohej përqindja e emigrantëve sipas shteteve që marrin suplemente, marrin shërbim falas, që marrin kompensim. Dhe në atë listë të gjatë vendësh që politika e presidentit Trump konsideron si kur po i marrin pjesën Amerikës ose po hanë qyllë, për ta thënë shumë njërë. Se ashtu më shkruan Lëtfideviqi, thotë se e konsideruam kështu ha, merë dhe ik. Po. Ishin edhe Kosova dhe Shqipëria. Kosova me vendin 46% e kosovarëve janë kjo kategori që konsiderohen se marrin diçka që sipas vendimit qeverisë Trump nuk e meritojnë, dhe 41% shqiptarë. Gjithë Ballkani, pra që vetëm Kosova, është dhe Malizia dhe Serbia jo. Serbia nuk është. Është dhe Maqedonia dhe... Serbia nuk. Sepse bet në bas statistikave më thonë mua se pyeta unë, se e bën këtë ky fani unë, po. Ata që janë atje do vazhdojnë të jenë atje, që mos bëjmë konfuzion. Do të thonë nuk është se do u hiqet viza aty. Nuk tham jo, më zotë, dhe ti e di që preç që ka një gjë shumë interesante. Njerëzit që janë atje, e disa e duan Donald Trumpin. Për shembull, e di kush është atje, alla ime është që me burin e vete të gjitha, që të vret për 2 veta, po ti flasësh. Për Trumpin dhe për Sali Berishën. Të vretën. Si ke shpëtuar? Po, ka. Po nuk kemi takuar se është atje. Dakor. Tani, se ti shkon në Amerikë, jo po zvete, pra. Prit. Okay. Pra, gjendja është e tillë që të gjithë ata e disa e duan Trumpin. Dhe kanë votu për te, kanë vrapuar me të gjithë fuqit. Po tani, po ti ish këtu, ajo nuk vinte dot atje. Me këtë që bëri Trumpi. I digje i këtu. Pra njëri nga ju janë ndaluar këtë çast. Vendimi ndalon të tjerët që të shkojnë.
Ata që janë atje dhe Pse të tjerë të ndalojnë e përshësirë? Për mendimin tim, ka një, mendoj unë, nga edhe kontakte që kam, natyrisht nuk kam statistika, po mendoj se është egzageruar rasti për shqiptarë shumë i egzageruar. Unë kam njoftë me 10 njerëz që punojnë në Amerikë, 3 punë, 2 punë, drobitën. Dhe po të shikohet, në qoftë se do kërkohet nga ndonjë institucion këtu, qoftë shqiptarë, se sa taksa paguen, me qenë se po numërohen tani edhe ata që qeken parazit, dhe ata që duhet numërohen dhe ata që punojnë, apo jo? Shqiptarët punojnë si kafshat. Atëherë, në qoftë se do të merret, Kjo një arsye. të merret informacion sa taksa paguajnë shqiptarët atje, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë po t'japi shembull, se shembullit flasin më shumë se teoritë. Unë kam miq një familje ku 3 vëllezër punojnë. Dhe ata punojnë në ndërtim. Paguajnë, siç më kanë thënë vetë, rreth $120,000 taks në vit. Baba i tyre, që është pra një personazh tipik, domethënë, i kësaj kategorisë që po thuhet si i ka rënë qafë Amerikës, ka shku atje me pensionin e Shqipërisë. Po Amerika ka minimumin jetik. Kur ti shkon në Amerikë dhe bën bashkim familjar, është ligji amerikan që imponon që të t'jap një kompensim, 1.000 ose një pagesë, 1.000 sa dollar, që të shkosh të minimum jetik, sepse nuk mund të jetosh në Amerikë pak të minimum jetik. Pra, babai i këtyre vëllezërve merr 11.000, 12.000 euro në vit, ata paguhen 150.000, 120.000 euro në vit, pra e paguhen nga taksat që vetë shqiptarët në këtë rast i thonë. Tash këtu, pranaj unë them që këtu ka një, mendoj unë, që ka një keq kuptim të madh, shërbimi mjekësor falas. Është një drejtë. Shkove në Shtetet Bashkuara është një drejtë e qytetarëve amerikanë. Nuk mund diskriminosh se je shqiptara, je malazeza, je somalez, është një drejtë. E treta, që më le mua përshtypje jo të mirë në këtë rast, ka të bëjë me faktin se Amerika është shtet që është formuar nga emigrantë dhe shteti i emigrantëve. Unë nuk e di se si do shkoj puna në të ardhmen, kur do mungojnë krahu i punës në Amerikë, sepse ekspertët që e studiojnë, e kanë pas edhe temë debatesh edhe në fushat elektorale, e kanë ngritur alarmin se politika e sertë kundër emigracionit, kundër emigrantëve mund të çojë në krizë për fuqi punëtore. Qartë, kalojmë dhe këta se na zgjumi këta, lutem shumë se e bëri si seminar. seminar. Por e them fund tani që mos përhapim panik kot, domethënë tu janë ndaluar disa viza, por nuk janë heq viza as për turizëm, as për punë, as për konferenca, as për bërë vizitë të miqtë të tu që ke, as për ftesa që mund vinë, mos janë heq për këta që mendohet se po harën kurrizë të Amerikës, që e po them dhe herë, mua më duket se është spekulim. Jo, më është një, po edhe sikur të anë, pse ka shqiptarë sa jemi ne engër në Amerikën. Jo, ato kanë përgjithë se janë shumë vende, po është egzageruar. Po kjo është diskriminuese. Diskriminuese. Është diskriminuese. Pushat? Tani kjo që tha Preçi është e vërtet, nuk ka vend për në jo alarm, apo si që shqit në një pjesë e madhe këtu, që da Amerika na futin listë zez, na hoqi vizat e tjere tjere. është më te për një politike brëndshme e administratës Trump, që jo vetëm në këtë rast, po gati me shëmbuj barbar, ka të reguar që është një administrat ksenofobe, kundër emigrantëve, mandati pari murit, tani mburet që kemi mbyllur muret e Amerikës, kemi paksuar emigracionin e tjere tjere. Ajo që mua më shqetëson ke kjo politik nga e cila preket dhe një pjesë e Shqipërisë, është Se më shkruan që u ngatrua Preçi, viza pune nuk ka. Jo punë, nuk thash punë. Preçi tha për punë, në kuptim për seminar, Okej. Konferencë. jo për të punuar atje, për punë. I vetmi shpjegim që na është dhënë deri tani dhe që dikur parë se çpalle kjo,
e publikoi dhe Trumpi në atë listën e vendeve përtac ku 40% shqiptarëve jetonin me asistencë. Jo asistent. Me një lloj Kompensim, pagim. pa punuar, do me thënë. Mendoni në një vend të lirë, se këta pretendojnë akoma se Amerika është një vend i lirë, të bëhen statistika të përtatësisë të kompsive. Nuk ka gjë më raciste se kjo. Jemi para një bote që po ndryshon në mënyrë dramatike. Pra, Afrikani, Malazezi, Maqedonsi, Moldavi dhe Shqiptari janë përtatës. Dhe ky është një sankcion ndaj kompsive përtatëse. Në qoftë se gjithmonë ka qenë ky kriteri, pra që këta vinë këtu dhe hanë nga lekët tona, nuk punojnë. Nuk ka qenë kur as në traditën e Amerikës që këto lloj statistikash të bëhet latinët janë më përtatës se skandinavët, pastaj italianët janë pak më përtatës. Logjika vetë ka në thelb racizmin. Dhe kjo është bota që po na troket. Tani, ne këtë e përkthejmë si një debat province. Është kjo një gjë që i shkon PD-s në favor dhe është një kjo goditje për Ramën. Kjo është goditje për mbar njerëzimin, duket mu. Se po fillojmë të logjikojmë me programin e Hitlerit të viteve 30. Dhe në qoftë se kjo do jetë logjika e re që do instalohet në botën e të nesërme, këtu sheri Ramës me Saliun ka fare pak rëndësi. Unë them kështu që se doli një statistikë që 40% nuk e di sa e vërtetë është, po nuk besoj që është plotësisht e pavërtetë, se në thelb shqiptarët në përbot përgjithsisht e kanë çik qef qylinë, nuk është në një ata e madhe kjo, dhe në fund fare gjithë njerëzit e kanë qefër, nuk është se është teori raciste kjo. Po jo, patjetër pra, po du të them këtë që në thelb për mua. Sot në Evropë nuk guxon njeri të thotë që marokenët dënohesh dhe penalisht, marokenët, algjerianët janë më përtatës, prandaj ne tyre duhet trajtojnë si njerëz tjerë se janë komsi përtatëse. Ideja që veset kanë lidhe me në gjenetikë është e tmerrshme. Unë nuk besoj që është... Ky është thelbi kësaj që po bëhet. Ajo për mua ka një problem tjetër, më thelb, më kështu, që sigurisht ti mund të kesh probleme me migracionin, po probleme nuk zgjidhet duke prerë kufirin, duke mbyll, se këtu gjithë politikat që kanë të bëjnë me emigracionin zgjidhet me tra në kufi. Kjo për mua është komplet e gabuar, sepse e para njerëzit do e gjenë rrugën, se shkojnë nga Meksika, shkojnë nga e gjenë rrugën. Një politikan që ka fituar votat duke thënë që emigrantët hanë qente të bardhve, këtë do pilte. Dhe gjëra të tilla nuk do na çudisin që do të gjojmë dhe në të ardhmen. Çështja është se politika të paktën perëndim dashmë po degjeron në dy lloj gjëra. Një pjesë që është e majta që merret me gay, transgender, me agenda liberale të natyrës kulturore, kurse pjesa tjetër që merren me emigrantët që do na shkatrojnë majta surrogato është. Dhe në thelb kriza e këtyre vendeve është që probleme ekonomike, probleme politike, probleme të natyrës sigurisë, dhe kjo domethënë është më shumë transportimi i debatit në çështje Zoti Mërciri, ta orientojmë në një pikë themu në se kjo që hapi Bushati, pa tjetër, ti do velesh. Këtë që hapi Bushati është jo interesante, po është e vërtetë, ne jemi gazetar. Dhe duke qenë gazetar, është një racizmi ndyrë. Një njeri që kërkon të rinë pushtet me këtë mënyrë, Amerika First, punë e ti, dhe ti thotë gjithë e këto, po në qoftë se ti merë dhe bën dallimin mes pjesës dërmuese të botës dhe 75 vendet e tjera, çfarë gjete këtu përveç racizmit? Është ndyrë, jo, është ndyrë, dhe ne e dim këtë që kështu do ndodhte. Patjetër? Unë kam qasin që vend ndryshe. Kjo është më shumë lojë politike, mendoj. Kjo është lojë politike është për të ushqyer elektoratin. Elektoratin ai ka shkuar tani në fund, i ka shkuar në fund këmbëve. Ka dy linja më. Sondazhet tregojnë që ai është dobët.
me ksenofobi dhe me racizëm, këtu fillon rreziku. Sigurisht. Këtu ka retorik Se edhe Hitleri përdet vetë Po ka, po, ne nuk në takon. në funksion të tjetër gjë. Sot rreziku numër 1 gjithë në botë i politikës. Pra ti përdor çështje të cilat publiku i rrok kollaj. Do të thënë, pengesën për emigranti publiku e percepton kollaj. Edhe Dakord, fakti. Çka ka lënë hapur Donald Dhe Trump. këta racistët ne presim na shpëtojnë me anë të reformës në drejtësi që po aplikojnë në Shqipëri. Shenzore këtu. Po jo, Ta ajo është gjë kontekstualizojmë pak. Ajo është gjë tjetër. Ata e kanë për interes në tyre ata, se ata thonë që duke bërë drogë ju, nëse në drogën ne, edhe kështu që po e presim aty ju. Denisi diçka dhe pastaj të kalojmë. Do që retorika politike që përdor Trumpi është diçka tjetër nga politika pragmatike. Pra që do të Po ne ham me këtë retorikë. Një moment, po le ta ham që intereson atij. Ai kjo është fytyra e Trumpit. Ne do diskutojmë për vete. Po pra po, ndërkohë, po ta vesh re, ai ka lënë hapur vizat turistike. Pse? Sepse gjenerojnë para për Amerikën. Pra ti mund të shkosh si turist, do harxhosh para. Të gjitha të tjerat ai sheh si konsumizëm të ekonomisë amerikane. Pra, ka bërë një balans midis asaj që përfiton Amerika nga migracioni dhe asaj që shpenzon. Dhe sipas llogarisë, ai e mendon Amerikën si biznes, si supermarketin e tij, nuk e mendon si politikan. Ne kërkojmë t'i veshim Trumpit një politikan statik. Aq ekonomike kjo. Jo, këtë drejt. Po jam të ndrymë të debatojmë. Veçanërisht tani penalizon njerëzit që duan të bashkohen. Jam të them shembullun. Me që thua kështu. Ora s'më intereson Trumpi mua. Trumpi do rritë 3 vjet, po prishin gjë shumë të madhe. Një minutë. Pas 3 vjet. Trumpi 3 vjet. Pse ta 300 vjetove? Do vazhdoj njerëzit që ka Trumpi mbas. Njëri që ka Trumpi pas tuaj. Pse duhet të ndryshëm do vazhdoj Trumpi ata? Vazhdon trumpizmi, po vazhdon penalizon o zotëri. Shiko, unë jam qytetari i Republikës së Shqipërisë. Kjo gjë që bën ky penalizon njerëzit që duan të bashkohen me familjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, dhe çfarë? Dhe për mua kjo është një gjë e tmerrshme. Dhe çfarë? Ti do të më shpjegosh tani retorikën e Trumpit se di unë ç'bën Trumpi. Amerika flas dhe tallet me nderen. Do sulmoj këtë thotë Iranin dhe sulmon Leshin. Ku e sulmoj? Dije. U troj në sekondën e fundit është tregje. Thot Maduron e mora për drogë, po këtë të Hondurasit e fal. E fal. Këtë tjetrin thot në minutën e fundit ku ngritën avionët në ajër dhe dhanë sinjalet, sa e prit, se aty ka shenja ata. Dhe se sa diçka njeri aty, se ç'kishte diçka. Ne nuk po bëjmë retorikën e tyre. Më krisi mua në Republikën e Shqipërisë ku jetoj unë si qytetar, të diskutoj retorikën, a është e vlefshme retorika e tij apo jo. Unë po të them, qytetari shqiptar, o zotri, po një minutë mos zotri, një minutë. Qytetari shqiptar nuk ka të drejtë të bashkohet me familjen. Dhe kjo nuk ndodh asnjë vend botës. Nuk ndodh në asnjë vend botës. Qytetari shqiptar. Dhe ndodh vetëm në 75 vende dhe jo në pjesën tjetër të botës. Studenti po të shkojë atje nuk aplikon dot për punë. Që ka të drejtën e tij, ka diskriminim të madh se ky, ka racizëm të madh se ky. Studenti shqiptar në 35 vjet pas pluralizmit nuk i ndodh kjo. Pritet tani, retorika thot. Më krisi mua për retorikën. Po pse mo çaja mund do të ndjek Saliun këtu, Edi Ramën atje. Po të tjetrin atje, të ndjek edhe gjermanët, edhe këtë, edhe sot Trumpi. Po t'ja çojnë një problem. O Bushat, fal, po t'ja çojnë të linkun dhe këtë reagimin, këtë monologun e Rakipit, me siguri Trumpi reagon. E kam 100% sigurt. Prandaj pra se puna. Unë po flas si shqiptar. Po ti mos u bëj ironik tani ose çau dil pas. Po çap. O zotri, prit më tani mos. Ti po e bën. Unë po flas si qytetari i Republikës së Shqipërisë. Po unë si po flas? Ti po flet për retorikën e Trumpit. Do të thënë ti flet. Prit. Ti flet për retorikën e Trumpit. Çfarë do që të bëj? Do të thënë ti je një zotri. Ti s'flet dot për hallin që kanë shqiptarë, që s'vetë dot të bashkohet me familjen ai, po flet për retorikën ti. Retorikist, retokarist. I more klikimet janë rregull fare. Ik tani. Retorika tënde me Trumpin. Nga provinca. Kam thirrur këtu të më tregosh ti mua se ç'bën Trumpi si retorikë. Për çfarë më ke thrit? Çfarë do që të them atë që do ti? Nëse po lëre më çaj amun se s'ma sakton ti çaj amun. Unë du të jem ç'a duun. Tani unë po them këtë qendrim. Ti tani s'ma sakton dot qendrimin apo jo? Po jemo tani. Po tani ma sakton dot qendrimin. Mund të bësh ç'a duhesh. A ke pasaportë më valla? I kam gjitha më. Jo më nuk ka asgjë ky thot. Denisi po të kundërpërgjigjet se sulmove në fillim të emisionit. Ku merr hakun? Po merr hakun. Jo, në fillim të vinde në emision ose ka emision dhe vet. Kaluan 7 minuta dhe s'kishte ardhur. S'ka lidhje kjo. Kaluan 7 minuta në emision dhe nuk kishte ardhur. Po e mbaj sepse e more i lash mikrofonin njerëzve të tavarrin atje me atan dhe nuk respekton tjetrin. Po lera tani, mos sa çmend më. Jo në Port Amerikan. Lera tani. Timin që ka. Nuk ka arsyetim, vazhdo. Jo, qerse. Po detik po doj.
Jo, qërës. Po jo, unë s'kam se tiki, zovirës tjetër, sot do rion. Po që s'do vish, s'ka pik dyshimi kjo. Po pra, ndaj pas. Mos e dyshok. Po Shiko, sikur ta mbyll programin dhe ty Po kam dakord, nevojë. rregull. Po çfarë? Dakord jam, se unë me përtesë erdha dhe sot. Po ti je filozof mos zotri. Po me lutje erdha, mos për erdha. retorikën e Trumpit. Ti shqiptarët nuk bashkojnë dot me familjen e vet atje. Nuk të plas ty, ti flet për Kush e retorikën. tha këtë, Po mos ti je njëri i rëndësishëm, shumë o thash këtë fare. Je njëri shumë i rëndësishëm. Po si mund të flasësh ti për hallet e shqiptarëve? Po do marrësh klikimet, i more gjithë klikimet janë. Jo, unë nuk marr klikime, mos e nuk më duan klikimet. Po për klikimet, Unë po bën. klikimet i merr emisioni im. Po rregull pra këtë po Unë nuk them. jam njeri More që klikimet e shqiptarëve. vë këto, Klikimet e shqiptarëve. vë mikrofonët dhe dalën për botë, nuk jam nga këta. Unë bëj një program dhe në qoftë se programet nuk i marr unë, i merr programi. Po në rregull, këtë po them. Sot ke marrë adhurimin e shqiptarëve, se po i qanë. Jo, unë jam shqiptar dhe po e marr, më vjen mirë shumë po ta marr adhurimin e Nuk besoj shqiptarëve. që jam Më vjen shumë mirë. Ti je retokarist, kështu, urdhro? bën retorik. Ti shikon retorikën e Trumpit. Fut një do reklam, fut një do reklam. Po hajde vazhdo, kush do flas? Vazhdo, preç tani kam një pyetje për ty. pyetje. Po pyetje. Çdo vend tani më shkruajnë bën politikën e vet të emigracionit, dakord. Ne këtu po e pranojmë dhe e dim ç'bën Amerika. E dësha. Dhe ç'do bëj Trumpi e dim. Se Jemi ai qartë. është votuar për këtë. Por tani kemi një problem. Zoti preç. Ne Amerikën tani me këto që na bën, se nisi Bushati, e shohim si zot këtu. Çdo fjalë që na thotë e ngarkuara me punë, i bëjmë 20 analiza teksti. Ja ti për shembull je një shembull i kësaj analize. 20 e marrim tekstin që thotë Horni, që s'është akoma ambasadore, s'është. Ndërkohë Amerika bën llogari ekonomike dhe doli dhe tha mos hajde një fare, si thua na hoqi vizën. Këtu po diskutojmë ne dhe unë jam këtu në program. Do bëj programin që kam nisur dhe e kam me këtë ide, preç. Që jo që bën Trumpi me retorikë dhe me fisarmonikë, se fisarmonikës po i bie, unë jam na hoqi vizën. Ti si e mendon këtë? Për shembull sot në për ekran e shfaqur shumë analizë ishte ambasador shqiptar që qortonin as për shqiptarët. Ishin ambasador që kishin në Amerikë dhe edhe ai po përpiqej po ta kishte përpara do puthte Trumpin. Shqyqy që ne hoqi, thonë. Po. Dhe shoqë shqiptar nuk punojnë shqiptarët thosh. Për spektakël Thash, ky është E the. vendim që është befasues edhe ka dhe element racizmi, diskriminimi, u tha edhe nga unë dhe nga Bushati dhe kush. Nuk por thënë këto, pra ky është reagimi jon, djesia jon për një vendim, por ne nuk mund të bëjmë sikur s'kemi qenë këtu. Kjo ka qenë e paralajmëruar, jo konkretisht, sepse ne nuk mund ta dinim se si do implementohej gjithë politika e tij, programi i tij politik për emigracionin, por që e kishte ai luftën kundër emigracionit, në kalin e betejës në fushatën elektorale e kishte, ne kemi qenë këtu. Po. E ka bërë gjëra dhe më të rënda, politika, ata kanë bërë debime, kanë njerëzit Me këto merr vota, kjo është... Ka marrë vota, pra ai ka Merr bërë... vota, po mirë bën mu. Po, në rregull. Po shajmë atë më zoti. Por unë them një gjë, që kjo është politikë që u votua në një kontekst caktuar, por shikoj që në djenin time, nuk jam shumë i sigurt se do ta verifikoj nesër, Kongresi Amerikan, zërën Kongresin Amerikan kanë reaguar, si që për reagojmë në sonte. Amerika vazhdon të jetë demokratike. Unë është ai pyetja i Prandaj, kur më drejtohesh mua, ai ka e parasysh se unë mendoj se Amerika është demokratike dhe demokracia shpëton. Nuk mund ta nxjerr nga shtrati i demokracisë asnjë president Amerikën. Po unë se kam këtë pyetje, a është demokratike? Dhe unë shikoj që unë mendoj që Demokratike është. ky nuk do qëndrojë. Ky vendim i cili ka lënduar edhe vendet tjera, jo vetëm ne, për shifrat, për mendjen e racave, me radhë, për mu duhet pasë sa është e vërtet, sepse nuk e imagjinoj dot se 41% pra 41 vetë në 100 shqiptarë, dhe më thënë, jetojnë kurriz të Amerikës. Kur mjaft prej atyre që janë atje janë kryesisht, kjo është gjithë duke ndryshuar politikat janë edhe të vjetër që kanë shkuar duke penguar njerëz në kufi. Po kush ka shkuar atje për të ndjekur ëndra amerikane? Po hiqja më, kush merr asistencë kod hiqja? Kjo pse duhet Jo nuk do atyre zui, kush ka shkuar atje në SBA, ka shkuar për të ndjek ëndra amerikane qym për të hyrë punë. Ta marrim arsimin për zullimin pret. Ka që kanë shkuar mbrapa, pra e mbyll me kaq. Ata që kanë shkuar mbrapa janë kryesisht pensionistë. Jemi okay më.
Dhe ata marrin ata plotësimi. Ne po të them. Ja Marrin ta themi me dhe shifra. asistentët. Jo të lutem, ta themi me shifra. Pa kohë parë, presidenti Trump publikoi një listë me vendet emigrante dhe emigrantet të cilëve merrnin ndihmë. Po këtë po them. Po pra, ta them me shifrën tani. Dhe Shqipëria dilte me 41%. Po. Aq. Dakord. Vendosori Trumpi, pra. Po, dhe thamat. Pra, sipas shifrave 41%. Pra, SBA ka vendosur tani, dakord, po ti nuk mund të marrësh të gjithë popullin shqiptar. Ti të mos vlerësoj individualisht secilin aplikant, sepse ti mund ta vlerësosh individualisht atë. Pra, kjo është Kush e bën? Ti e merr këtë merr ndëshkim. dhe ndëshkon gjithë shqiptarët. Po, këtë po. Ndëshkon gjithë shqiptarët për shkak të kësaj sjellje. Po këtë po ta mbaroj fjalin se më the atë. Është ndëshkim në bazë të racës. Po, Kjo është kriminalja. Ndëshkim Këtë po them. Pra ata që janë atje nuk ndëshkohen. Bim dakord. Pra ata që janë atje nuk ndëshkohen. Ndëshkohen këta që duan bëjnë si ata që duan bashkohen me familjet. Kryesisht. Dhe kjo është, domethënë, pika më e nxehtë është bashkimi familjar. Kjo është Kjo është pika më rënd e pasaj nxehtë. kjo. Por unë mendoj që nuk do qëndroje. Por unë kam këtë bindje. Dhe ndoshta do të vazhdojmë emisionin edhe në të ardhmen, se këtu do jemi. Ule për tregon. Vetë Amerika nuk do ta Që si e këtu. bluaje këtë vend. Zhani më po flas. E drejtësia amerikane mendoj se dhe ajo do vihet në lëvizje. Drejtësia amerikane i ka rëzu Trumpit shumë vendime. Për ka një vit bëri tani që është pushtet, ka pas disa sfida, pra është një shtet që vjen presidenti, do t'imponoj agendën e Pushtet si vet, do ndërhyjnë në këtë moment? ka balanca pushteti, është një vend që funksionon mbi balancat e kam një ide pushtetit që- dhe mbi ndarjet e pushtetit. Nga kjo pikpamje, zoti Ylli, unë vazhdoj të theksoj që është fat për ne që jemi aleat me SBA-n, se është vend demokratik, nuk e shoh në optikën e një presidenti, domethënë kontravers, për shembull për disa çështje, sepse ai ka bërë edhe gjërat mëdha, mos i harrojmë. I kemi diskutuar këtu edhe çështjet, domethënë vendimet mëdha që ka marrë për paqen në disa vende të botës. Përfshi dhe Armenin bashkë me Shqipërinë. Urdhëro? Edhe Armenin që ka E mirë. Të shqyqyrë që s'keni post zyrtar, se s'do shifje ditë, po. Po as më intereson fare ç'është. Nuk më intereson fare kjo gjë, po tani bushat po. Ne nga këtu, nga provinca jonë e vogël, nuk ndrejqim do të Trumpi. Po jo, ne Problemi... Ne s'po ndrejshim ta tanët këtu. Ashtu, problemi ynë kush është? Unë pash sot, doli kishte bërë një sqarim Ministri e Punëve të Jashtme, që pjesa e parë isha shumë okay se sqaronte shqiptarët çfarë është vendimi. Dhe pjesa e dytë kishte një merak të madh për të thënë ne ky është aleati ynë strategjik, e tjerë, mbetemi me Amerikën, Po për ministrin popullin e madh. Po. Ja ta ndjekim me njërë që të... Shive, po. Dhe të sa interesante është, shqetësohet, nuk shqetësohet, e. Vizat turistike nuk janë hequr dhe është në rregull. Të lutem sinkronin. Kam ndjekur me vëmendje gjatë gjithë mbrëmjes së djeshme rebeshin e spekulimeve politike mbi çështjen e vizave drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që Shqipëria sot respektohet e çmohet kudo dhe është më aktive se kurrë, disa udhëhumbur në Tiranë kanë vërmkujen se SBA-t sipas tyre kanë ngrirë e bllokuar vizat për shqiptarët. Fabula e tyre e qartun shkon aq larg sa deklarojnë se partnerët tanë historik dhe strategjik e kanë futur Shqipërinë në listën e zezë. E pa imagjinueshme. Në fakt, të dyja këto janë funde krye trillime politike. E vërteta është se vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s. Kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar. Por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Pra nuk bëhet fjalë për një vendim që targeton Shqipërinë, po për një rishqyrtim lidhur me procesimin e vizave për qëllime imigrimi në SBA për 75 vende, përfshirë 5 vende të Ballkanit Perëndimor. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të pezullohet për punimi i vizave të imigracionit deri në rishikim zyrtar dhe ky vendim vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me avantazhet që ofron sistemi amerikan i imigracionit. Pra shkurt dhe thjesht,
Mendimi nuk ka të bëj as gjikundi me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Për te gjithë kësaj tymnaje, një e vërtet e madhe është e qartë si drita e diellit. Shqipëria ka qenë dhe mbetet aleati dhe partneri strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vend mik me cilin na bashkon një rrugë e gjatë dhe e pandashme vlerash dhe qëllimesh. Pra nuk duket e shqetësuar Bushat ministre për këtë, se vizat turistike janë atë. Ajo është deklaratë korrekte. Ja ta them me Bushatin po pyes. Se tani ti po të kurstoj vetëm do flas vetëm ti. Flasim të gjithë. Ti e ka i nervoz sot. Po sepse po më habisin shumë gjëra. Se ne themi të mos nuk diskutojmë dot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se jemi një lokalitet, një fshat. Po ky është një hall i ynë tani, është një hall vërtet më. Tani, pjesë e parë e lisës ishte shumë mirë sqaruese çdo qytetar që mund të jetë ndjer i friksuar nga dezinformimi, ka marrë vesh kush preket dhe kush preket. Ajo që mua më duket qesharake është pjesa e dytë. Pra vlerat e Amerikës me të cilat jemi ne aleat, partneri ynë strategjik të broçkova. Tani, dashuria për Amerikën nuk fryhet me gjilpëra botoksi. O është, ose është. Dhe ne deri dje, kjo qeveri ka thënë shqiptarve që ne ndajmë të njëjtat vlera me partnerin ton strategjik dhe prandaj ne përkrajmë emigrantët, ne marrim refugjat nga Afganistani, ne marrim refugjat kur na e kërkon Amerika ata iranianët që mbajmë atje. Këto janë vlerat e Amerikës që qeveria e rilindjes ka pompuar deri tani. Ne duam Amerikën edhe se Amerika do emigrantët. Tani, Amerika thot unë nuk i dua emigrantët dhe e njëjta qeveri po ka qenë majtë sa më parë, thot ne kemi të njëjtat vlera me Amerikën se nuk i duam njësoj emigrantët se tani nuk i do Amerika. Me ke do jemi ne? Me ke do jemi? Ne o do jemi... O do jemi... Amerika ty të ka bë kompër. O do jemi... Ka qliruar... O do jemi me parimin... O do jemi me bythlëpirjen preç. Dy rrugë ka. O me parimin, o me bythlëpirjen. Unë du t'jem me parimin. Ne po analizojmë një vendim që s'na pëlqen dhe po bim dakord, tani ju doni mi marrë gjitha, vlla. Doni dhe të dalë Shqipëria kundër Amerikës, po nuk delë Shqipëria. Nuk delë. Ore, ka dalë Amerika kundra vete, so preç. Po mirë, ma jashtë një vendim, folën për atë. Do me thënë, po ju për këtë, ne po diskutojmë për një gjë të caktuar. Pra, jam dakord për atë, po kur ti je shtrin tani, të më që me ke do t'jesh, me ke do jesh. Do jesh me ke do jesh. Do jesh, po me ke do jesh, na do orientosh. Je një vend, ka 3 opcione. O do mbyllësh, si që Enver Hoxha, o do bëhesh me Kinën dhe me Rusin, ose me Perëndimin. Se nuk mund t'jesh vetëm. Kurse unë mendoj që nuk duhet t'jesh po aq bythlëpirës sa me Rusin dhe me Amerikën. Kombet i mban digniteti, po nuk respektove veten, kur nuk do të respektoj. Dhe unë... Nga ku e ke pati këtë bythlëpirin? Ku e ke pati? Nga deklarata e sotme, pra që sa po të thash. Nga deklarata e sotme, sepse ne kemi arritur, ja ta mbaroj, pret se më ndërpreve, ne kemi arritur në rastin e qeverisë Nano, në kohën e luftës Irakut, Shqipëria i ka shpall luftë Saddam Husseinit, pa ja shpall akoma Amerika. Pra, nuk të respekton as Amerika, po bëre vasali karagjoz i Amerikanëve. Unë jam kundër vasalizmit. Unë jam për partneritetin dhe jam që Shqipëria të qëndrojë në këtë aleancë të NATO-s të Perëndimit. Për këtë qëndrim kam unë. Por në lidhje direkt, drejt për drejti me Amerikën, ne po diskutojmë një vendim që s'na pëlqen. Dhe ram dakord pothuajse gjithë që është fyes për ne. Por ky është një vendim. Kurse marrëdhëniet e Shqipërisë me Amerikën janë të një gamë shumë më gjërshtrije në kohë
që nga krimi i shtetit shqiptar deri të kthimi i Kosovës tek reforma në drejtësi. Këto janë shërbimet mëdha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë Shqipërisë. Tani ne do t'i vëmë shqilmin këtyre sepse s'na pëlqen një vendim i cili është i përkohshëm. Unë jam i bindur se është i përkohshëm, sepse Amerika ashtu funksionon, domethënë që vjen dikush, vjen një palë tjetër, bëhen zgjedhje, drejtësia, kongresi, ka shumë qendra pushteti, nuk ka një qendër. Dhe ka të balanca. Ka dallim mendoj që duhet bërë këtu. Do të thënë që parimi përgjithës sigurisht, ne jemi kemi aleat Amerikës, s'mund dalim kundër aleatit, por kjo nuk na pengon që ato vendime të cilat janë kundër nesh, ne t'i kundërshtojmë. Ne të themi që ne jemi dakord me këtë gjë, duhet të parë, do të shohim që unë jam dakord me Bushati që këtu servilizmi është bërë kjo as nuk i ka hije sepse Alianca nuk shprehet me servilizëm, shprehet me projekte përbashkëta me dinjitet. Fakti që nuk na pëlqen një gjë nuk do të thotë që të harrojmë gjitha të tjera. Jo, absolutisht jo, sepse aq më tepër që kemi Serbin këtu që është me domethënë këtu politika është. Unë thash një gjë më shumë, fal. Gjëja me thjesht për të hedhur mjegull është nga fakti dalësh në problem të përgjithshëm. Unë nuk kam problem në një summit të NATO-s. Kryeministri i vendit thot po, ne ndajmë vlera pendimore aleatët tanë Amerikën. Por ditën kur ka dalë një zyrtar i shtetit shqiptar, kur del të bëj një sqarim praktik, dhe kur thot studentët nuk preken, diplomatët nuk preken këta, për të qetësuar qytetarët e vet, nuk ka nevojë kjo shtojca byth lëpirse, për të thënë, aleati, këtë ditë mund të kursesh aleatin ton të madh të vlera, sepse ti si qeverisje nuk je afishuar me këto vlera, je afishuar me vlerat e pritjes e migrantëve, jo të diskriminimit të qytetarëve tu emigrantë. Ka që po thoshëm? Unë them këtë që ti edhe mund t'i thuash këto vlera, se këto funfare të rritë janë. Por çështja në bisedë, Denis, edhe ti mund të hysh në bisedë. Jo, tani po dëgjoj. Çështja është tu mendoj. Jo, bëj që duhesh, po mund të hysh. Në fund fare, nuk e cënon aleancën tonë, qofse qeveria shqiptare i kërkon qeverisë amerikane si aleat, si mik, si vlla, si ku dëgjon, që ta rishojnë këtë pikë sepse ka shumë prej qytetarëve tanë të cilët do ta vuajnë këtë gjë dhe do të pra një farë mënyre. Ai dhe me danezët aleatësh akoma. Unë nuk them që të shkeli se unë kërkova më shumë se ka që thuti kur fola herën e parë, po se ke pas menë. Jo, po them, po këtu po flasim. Unë them që dikush, një institucion në Shqipëri, ndoshta Ministria e Financave mund të kërkojë, qoftë edhe për informacion, sa me qenë se tani kanë filluar me numëru njerëzit, e kupton. Kur fillojnë numëro njerëzit, atëherë të lindë drejta, edhe ne si Shqipëri na lindë drejta që a mund na vinin në dispozicion sa taksa paguajnë shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë do të thoshte ministri, ju lutem qytetarë të nderuar dhe respektuar, ne do të bëjmë këtë punë. Ylli, tani jemi duke se po duam e hapim si duam lojën. Tashi unë s'kam asnjë pasion që të komentoj deklaratat e një përfaqësuesi të qeverisë me cilën jam në opozitë. Por deklarata ka një kontekst, domethënë ajo, unë e pash, ajo përgjigjështon, bile ajo tha atë që tha Andi, dhe habiti me Andin që nuk e kapi. Ajo përgjigjështon gjitha ato zëra që u ngritën këtu që tani domethënë ne Amerika na ka vu vizën gjithve. Ishte pjesë e mire e deklaratës pra. Pjesë e parë i formuar. Ajo pastaj është pjesë e fshatit këtu që bën tu dolën sa na shpallon grata qeveria, shpall kjo. Ajo do replikoj. Ne nuk po replikojmë, replikon ajo. Padyshim, dhe deri këtu është korrekt edhe shiformuese. Por ditën që Amerika ta trajton me racizëm të qenit shqiptar, ti nuk mund të krenohesh që ne ndajmë të njëjtat vlera me aleatin ton strategjik. Se je një kokër mashtrusi, hipokrit që bën propagandë kot. Prandaj thash, nuk matet dashuria për Amerikën me gjilpëra botoksi. O e ke, ose ke, nuk mund tjetë falsë. Mund mos e dush më, po mund... Ora së shpun dashurije, si jemi të bëj gabim. Ora mund mos e dush fare Amerikën, po atë zgjidh si aleat. Në këtë moment nuk flitet për vlera aleatësh. Dashurije, është punë e orientimit strategjik të vendit. Jo, ç'është ashtu që këta, kur në marrëdhëniet me Amerikën, këta nuk vënë interesat kombëtare tona, qoftë të Amerikës.
ka vënë interesat private. Dhe këta nuk flasin, në mënyrën se si i drejtojnë Amerikës, i flasin që ta kenë mirë ata personalisht me Amerikën, jo që marrëdhëniet midis dy palëve të jenë atë nivel që vërtet i shërben të dyja palëve. Kjo është një lloj Dhe në këtë rast, të jesh aleat dinjitoz, do të thotë shohësh interesin e vendit tonë, jo interesin privat, po patjetër. Minimumi të heshtësh. Por jo kur Amerika tregohet raciste ndaj popullit tënd, ti të thuash ndaj të njëjtat vlera me aleatin ton të madh strategjik. Atëherë, po ndan të njëjtat vlera, merri dhe ata afganët që ke pritur në emër të tjera vlerave refugjat tu se ti ka sjell Amerika dhe zboj. Për shtatju vlerave të reja të aleatit tënd. Për qenë fair, mund ta lexojmë edhe si pra ta eliminojmë termin racizëm. Amerika nuk ka hallin e racizmit, po ka hallin e menaxhimit të problemeve të brendshme. Jo. Domethënë, po flas këtë, shteti shqiptar për tac. Po mirë, kjo është rrjedhoj pastaj, kjo është rrjedhoj, por shteti shqiptar unë them, mund mos merre me këtë. Ama duhet merret patjetër me pasojën që sjell kjo tek një pjesë e mirë, familjarë shqiptarë që kanë njerëzit atje dhe nuk shkojnë dot të bashkohen me familjet e tyre. Pra, ti duhet t'i gjendesh pranë qytetarit tënd. Kjo është po në qoftë se gjuha e qeverisë. Dhe kjo nuk është fare anti-amerikane, domethënë thel kjo s'ka të bëjë me anti-amerikanizmin. Në qoftë se qeveria e vendit të prekur, ditën që preket, del me deklaratë që unë ndaj të njëjtat vlera me aleatin ton strategjik, atëherë kjo qeveri është anti-shqiptarëve. Ka që thjesht. Thjesht nuk e çan kokën shqiptarët, me kjo është po e marrim në nivelin më të butë. Për këtë dhe të ikim nga kjo bisedë, tani në dëgjuam fjalët e ministres, po a duhet të angazhohet Shqipëria, konkretisht Ministria e Jashtme, për shembull mund të ndodhte kjo gjë me Gjermaninë, po themi, ose me Francën. Janë vende të vegjël sigurisht, po kjo nuk kanë faj ata që janë më të vegjël se Amerika, që mund të bëjë çfarë dojë. A mund të angazhohet shteti shqiptar për të bërë përpjekje për të hequr nga kjo listë Shqipërinë? Po angazhohen, po japin Zvërnecin, Sazanin, presin Ivankën të vi këtu. Për të ndihmuar emigrantët e kanallin që bëjnë këto. Deri dje Ylli Rama bënte si gangsteri në Europë, kritikonte Europën, Europa ca gjëra i ka kështu, më thënë fliste me terma kështu si i çlirët ndaj si njëri që nuk e ka problem për flas për problemet e Europës. Ndërkohë që sot flet në gjuhë komplet tjetër. Sepse sot mendojun Rama i ka punë të keq ndërkombëtarisht dhe prandaj detyrohet mbaj këtë lloj sqepi ndaj çdo gjëje dhe të mos flas për asgjë. Mendojun pak. Për mendimin tim, të para që duhet reagojnë, që t'japin shembull që t'na frymëzojnë dhe faktorët këtu, duhet të jenë vetë shqiptarët në Amerikë që janë ata atje, ata vetë janë garantuar, por ata mund të informohen dhe kanë mundësi më shumë se sa ne këtu, të informohen dhe të mbajnë një qëndrim për ata që kanë ngel këtu. Është për të treguar solidaritet me ata që... Kjo është në vullnetin e tyre pastaj. Dhe duke gjykuar dhe duke arsituar dhe mbi këtë fakt që janë akuzuar ata pa e pësojnë këta këtu. Akuza u bëhet atyre, apo jo? Që ju jeni parazitët këtu, ju po jetonin kurizin tonë. Nuk kemi që themi rini këtu, por duke ju bërë akuzën atyre, e pësojnë këta në Shqipëri. U takon atyre që të përgjinjështrojnë njëherë, na njohin me të vërtetën, se unë gjithnjim kam folë me shumë njerëz sot, edhe njerëz që janë intelektual në Amerikë, shqiptarë, edhe ata janë shumë çuditur, dhe nuk ka mundësi të jenë kaq shumë. Nuk ka mundësi, thonë. Shqiptarë punojnë. Po pra, ata mund të informohen zyrtarisht. 21% që? Amerikanët. Statistikat e tyre. Po pra, më thonë, prej që po thotë s'ka mundësi të jenë të vërteta, tash, ose abuzojnë me shifrat, ose... Ja, nuk besoj që abuzojnë. Pas të thënë shumë, por kjo kërkon informacion zyrtar, që mund të kërkojnë pikës pari shoqatat e shqiptarëve në Amerikë, edhe për dignitetin e tyre dhe Shqipërisë, dhe ta kërkojnë dhe Ministria e Financave shtetit shqiptar. Ata të shkët i marrin ndihmë atje janë njerëz të cilët kanë probleme, që nuk marrin ndihmë, pjesët e mos e tyre, ka dhe njerëz që manipulojnë më shumë. Por falimiro, ndihma mjekësore është një e drejtë në Amerikë, ajo është një shkelje e ligjit amerikan. Nëse kjo është një gjë që nuk e zgjidhim dot ne të nderuar të shikues dhe të nderuar
Dima, Kisha edhe prapë një moment 21% është shumë. Kisha edhe një moment Bushati. 21% është shumë. Edi Rama tani kishte nisë një luftë me kolegun Blendi Fevziu. Preç. Drama. Kryeministri Edi Rama ka nisur një luftë me kolegun Blendi Fevziu. Dhe e ka sulmuar pikërisht në gjërat të cilat ky ka, nuk e di, e ka lexuar, ti besoj e ka lexuar më mirëse unë, sigurisht ka një tregim të Gorkit që 26/1, që e sulmuan pikërisht për gjën që kisha ai, ushtari, që dinte të merrej me dhe Fevziun e ka sulmuar ky pikërisht në gjërat që ka më të rëndësishme, këtë që lëviz nëpër botë të gjitha dhe thotë se dhe e sulmon në një pikë që Fevziu ka drejtë të lëvizë. Po pse e bën se ne u bëm dhe pak xhelozore, për shembull. Të s'na sulmojnë neve, thua. Po sulmon tani, nuk më sulmon dhe se tani ngri edhe programi më po na sulmon. Sulmon këtë pastaj ira dhe Klodit ton. Klodit që është kështu i bëri dhe asaj. Pse bën e drama këtë tani jo? Kështu sulmon Fevziun. Jam informuar. Replike gjatë me Fevziun është. Duhet nxjerrë faktet Fevziu. Se nëse Kishte fakte tua. Fevziu tha 7 ministra prodhojnë kronika pa qenë punë. Rama i thot, jo, ministrat kanë qenë punë, s'kanë bërë kronika falso. Dhe ta godasësh Ramën me faktet pa qëna, është i bësh Ramës nderin më të madh. Derë thua dhe. Kështu që Fevziu do të nxjerrë faktet dhe ky debat mbyllet. Për sa kohë Fevziu nxjerr faktet, debati do bëhet Parimi jon, i dhe prit. parimi i gazetarisë që themi ne, e kemi mësuar gjithmonë është që dy pa vërteta, ose një pa vërtet, rëzon 3 të vërteta, i rëzon. Kështu që jam duhen faktet. Se nuk e kështu, mos kështu shkuar kur në mendje. Besoj që fakt, që këta çojnë kaseta ne dim tash. Tash Mi thënë, se ku është ai kur e çon kasetën, kjo është muhabet kod, nuk është ndonjë gjë që ngren ndonjë gjë. Jo. Problemi është që pse Rama merr këtë, se Rama këtë do të merret, do të merret në gjëra kod, domethënë me debate pa ndonjë peshë, ndërkohë që i shkap tjetra akshi aty bëhet nami, domethënë janë miliona euro, ai do të merret me kasetat dhe Rama prandaj ja shtyn këtë gjë sepse spostoi vëmendje ndoj, domethënë ky është qëllimi i Ramës. Po, shkuet debati, po nësore faktet. Faktet mbaron debati, jam dakord. Si mund të faktet, nëse kjo është Nëse mua që të sulmonte Ta kanë fakte që ata kanë... ka 7 ministra ta kanë, po. Ta kanë fakte. Tu kanë... se fakti është vetëm ajo, ç'a është në kufi, ç'a quhet ajo? Nuk e di çfarë fakte shka, po debati mbyllej, po dilnin faktet, as Rama s'fliste më, as Fevziu si përgjigje më dhe ikte. Vetëm sistemi tim se e vërteton tash, sistemi Po tim se di, Për dalit e kujtë të dhe. Ministra, si do e vërtetosh që ka qenë jashtë në këtë datë? Për që unë them kam prova për këtë shtatë, do të vërtetoj. Po ç'a provash pra, se kjo është Që pyetje. si kam, zotëri. Ti po i ke. Nëse nuk është vetëm këtu, problemi është nuk më shkoj mendje që do sulmoj, domethënë. Rama do sulmon dhe kaq jashtë. Ose ndoshta ai ka qenë në ta jashtë valla, i ku diun. Tani Takuar jashtë. tani edhe fundit fare tani si janë preç se pozitat e Ramës sot. Opozita thotë që Rama është në fund bie këtë të shtunë, si që thamë, kishim lapen të shtunë, këtë të shtunë e lape, dhe shtunë tjetër bie. Por sa e thonë që këta bie ky forcohet tani, si bet? Ç'ke kuptuar ti? Jo, unë mendoj që Rama... Dhe me qëndrimin dhe spaku dhe të amerikanëve, thonë që bie pozitat, si mendon tani? Themi 3 fjalë për këtë dhe ikim. Pa filgjanë, nuk e kam zakonë dhe... Jo, pozitat sikur forcohen të mund. Ramës janë lëkundur shumë pozitat me rastin e Ballukut dhe me rastin e Akshit dhe në tërësi me gjithë këte me hetimi që janë bërë, domethënë në të zyrtarët e qeverisë ti, qoftë për shtetin qendror, qoftë për shtetin lokal. Unë mendoj se Rama ka një provë për të kaluar në qëndrimin që do mbaj tani, parlament. Ka një provë, Te ka provë, pranaj se jo në mbletësoni, e ka provë me ndërkombëtarët. Në Shqipëri nuk duket akoma që të ketë një lëvizje të gjerë popullore, domethënë që kërkon të largojë Ramën. Nuk edhe sondazhet tregojnë se sondazhet që bëjnë njerëz që nuk ka një lëvizje thuatar për ta larguar. Ai akoma ka mbështetje, natyrisht që ka një shumicë popullore që
është kundër qeverisë, por nuk është shumë aktive, është kundër kështu, domethënë që nuk i pëlqen, por nuk është e tërbuar, si më thënë. Keni? Por përzime kështu, afat shkurtra, nuk shofën gjë. Ramën. Në më thënë, i duket që ndodhin gjitha këto gjëra dhe duket bjetë shtonën, bjetë shumë tjetër, do... Jo, ai duket që forcohet. Ai është, do ai do vetëm një shtyrë, problemi s'ka kush e shtyn këtu, dhe kjo është fati i tij, domethënë, po ai ka një problem të madh, mendoj që sot për të parë Rama tashmë është duke punuar për të penguar hetime. Do thënë, çështja kalimi çështje gjykatë kushtetuese dhe moshapja e do thënë çështjes për heqjen e imunitetit të zonës Balluku për mua është pengim në hetime. Domethënë dhe një kryeminist i cili është duke u hetuar, është i akuzuar, janë njerëz të tij të akuzuar dhe ai pengon që këta njerëz të vijnë përballë drejtësisë, ky është kulmi i përplasjes që ka me pushtet pavarësisht prokurorit. Unë mendoj që Rama është i rënuar moralisht, por shumë i fort politikisht. Ne nuk kemi sot asnjë indicje të një krisje ose rënje të pushtetit të Ramës. Paradoksalisht, me Ramën po ndodh ajo që ndodhi me Safet Gjitsin apo me Shukriun, që nxorë ti me atë vrimën, e mban mend? Binte Shukriu ose Safeti, këta rriteshin me vota. Dhe Ramës sa më shumë ai du t'i dalin, aq më shumë i forcohet pushteti politik. Prandaj kjo entuziazmi falso i opozitës që është punditësh rënja është një... Rama ka fitu me stafetën e vetë, por kur doli vetë? Përplasja me drejtësinë shënoi një tjetër histori me Ramën. Po përplasja me drejtësinë këtu do thotë përplasja edhe me ndërkombëtarët, sepse aty unë e kam thënë 100 herë, kam thënë. Aty nuk e kalon kush do ta mbajë Të presim, po ndërkombëtarët kanë ndryshuar pak fresh. Sipas muaj, ndoshta gaboj. Ndoshta gaboj. Për drejtësinë jo. Për drejtësinë nuk kanë ndryshuar. Të nderuar teleshikues, nuk ka ndodhur kur më parë as në kohët e errta të Yuri Kimit që një ambasadore amerikane dali me i pandehur. Yuri Kimi bënte sherr kurthi Ramas, bënte sherr. Ai vendosi kastimin. Dhe ajo nuk i dha as dorën. Tani Rama shumë i zoti, po nuk besoj se është aq i zoti që t'ja hedhi dhe amerikanëve që e shohin 10 herë protokollin. Pra, ajo të paktën nuk i dha fare, se ajo ishte mori pjesë Ilir Beqes sa e pan salli, është ngrit nga salla dhe ka ikë pa qenë as i pandehur, as i hetuar. Bushat deklaratat zyrtare të ambasadës kanë qenë që ne mbështesim hetimet të korruptuar. Pra domethënë, edhe kur Rama i bën këto, ambasada gjithmonë nuk ngurron thotë që ne jemi me Spakun. Ndërkohë që Rama është luftë me Spakun, pra domethënë nuk besoj që jemi në limite. Jemi në limite. Nderuar teleshikues, ky është emisioni për mënyrën e sotme. Përpoqim në ndam në dy pjesë atë për shkak të ngjarjeve të shumta nga aktualiteti, nga kronika, për shkak edhe të krizës që ka politika, cila nuk është se ka ngjarje preç shumë të vërteta, fake janë një pjesë e mirë e tyre, dhe me ide ne po përpoqim të thoshim diçka, ndoshta tham, ndoshta s'tham, faleminderit shumë që na ndogji, faleminderit. Natën e mirë, shikojmë javën e ardhshme.